Jo, kam thënë për çunat që rinë mbrapa që merren me pjesët e... Shive që është gjithçka okej andej? Është gjithçka okej? Po ka ardhur? Mirë, të shkoj dikush atje dhe të shofi, po me di që vjen bam? Okej, mbyllë e pak pra. Ore, mirë sot me këmishat zeza, le kami qenere. Men in Black. Men in Black. I kompanji di Mussolini. Ue, tani po të na shifte Meloni, do ishte shumë e gëzuar. Po. O Indrit, si përfundim, para se të fillojmë emisionin, se nuk e di sa do flasin emision për këtë punë, që se do t'i dhe mund të flasim shumë gjarën, po... Jo, s'ka nevojë. Ti si ke bërë sefte akoma. Duhet ceremonial. Dhe më thënë, partia quhet Nisma Kombëtare, se pash diku të kishin gatruar emrin. Unë gatrojnë emrin, sa të ambientohen njerëzit. Ne, se kam bërë pa dashje, nuk më duke qëllim. Sigurisht që pa dashje. Tani, ti besoj e shpërfaq, dhe më thënë e shpall nga shtatori besoj. Besoj se po. Dhe do marrësh pjesë të zgjedhjeve 2027, zgjedhjet bashkiake. 2027 për bashkiake. Do më thëmë përgjithsisht për këshilla, pastaj dhe me projekt pilot në bashkit ku mund dilet mirë. Kjo është paka shumë, duhen objektiva realist. Pra, Indrit Vokshi mund të themi, vitet tëra militantizëm i sinqert, luft politike brenda Partisë Demokratike. Edhe jashtë. Edhe jashtë, sigurisht. 3 vjetë kanë qenë brenda, vitet e tjera kanë qenë jashtë me Partinë Socialiste. Pa tjetër, ato nuk e përmenda se ajo dihet. Ike pasaj, Indrit Vokshi jashtë Partisë Demokratike, më duket pas ikjes Lulit, a ku t'jun, pse lit me Lul Bashën gjithmonë? Jo, pas ikjes Lulit, unë kam ikur edhe nga partia Lulit, nga gjithë çfarë ka të bëj me këtë, domethënë distancim kultural. Tani rikthimi i Indrit Vokshit me një parti e cila sigurisht pa dashur të jemi hipokrit, do përbëhet nga njerëz të pakënaqur të Partisë Demokratike apo jo? Jo, nuk do jetë kështu. Po si ku do i gjesh tani? Nuk do jetë vetëm kështu. Nuk do jetë vetëm kështu dhe s'mund të jetë kështu se tani me që po flasim pak sa shlirshëm, nuk mund të jetë diçka reakcion ndaj diçkaje, sepse është gjithmonë e dënuar. E kuptoj unë. Po baza elektorale tëndja, me e madhe, dominuese. Nuk e kemi kështu, ne kemi përcaktuar emrin kombëtare pikërisht për të mos u përqendruar në një lloj reakcioni. Synimi, po gjithsesi, ti e di që politika ka dhe qasje personale, njerëzit njohin ty. Për nga rrjetet e marrëdhënieve personale, sigurisht mund të jenë në 70% djathas, ose e asaj çfarë ka qenë djatha këto 20 vjet. Këtë po thoshja. Kjo është, po, kjo është. Që do thotë, teorikisht, në nuk e dinë të dalin zgjedhje, dhe këto janë zgjedhje lokale, në fakt, që është më vështirë të bësh analizë, nuk janë zgjedhje politike, se ato janë 2029. Edhe lokalet janë politike. Është një shprehje, është një shprehje. A kuptojmë do sa mund të heqi për shembull Indriti, këta 7% të rrjeteve këto Indriti që janë PD-s. Sa mund të heqi, e kuptohet në zgjedhje lokale se sa i ka heq Berishës? Ja ta them unë se si e kam unë mendimin. Kështu në mënyrë miqësore, latinët kanë një shprehje shumë bukur, në kuptimin e luftës, betejave ose synimeve. Fortis, fortuna, adjutant. Fati ndihmon gjithmonë guximtarët. Indriti po guxon, kështu që uroj që jo të marrë vetëm nga kjo pjesa të pakënaqurve, po të marrë edhe nga pjesa gri ose njerëz. Sa bukur flet edhe se ka filluar emisioni që jemi midis nesh. Jam i çlirë tash prandaj. Po kur je i çlirë zakonisht nuk flet shumë pra. Bënoj batut, bënoj punë. Jo, është shiruar nga kollaroja sonte. Jam shiruar edhe nga kollaroja dhe Indritin e kam shumë gjana. Se do ta zbërthesh atë, Marsit. Kujdes ka mikrofonin, lere tani, do vije i tipi. Është më mirë se ngjan si jak rusa ose si jak prifti, domethënë. Dukesh pak si prif, po. Dukesh pak si pastor. Ka diçkarja, se zakonisht tu shikohet. Ne dio më thuaj kur do të fillojmë, ha? Shikohet voti si pronësi. Mund t'ja marr pas. Përshëndetje toksore, ju mirë se keni ardhur
Në emisionin tim Zonë e Lirë, që çdo të martë të mërkurë dhe të premte, sonte është episodi 1088, është pënjishëm, pjesa e parë, sonte është data 27 maj 2026, jemi live, tu në MSN, si çdo të martë të mërkurë në orën 10 darkës, të premte në 9. Mos harroni të çoni, të shikoni emisionin live për gjithë që s'keni ekran të madh, të faqja që nxjerr radio aty dhe do ta mbajë çik më gjatë. Edhe si radio mundohet që faqja të ri pak më gjatë në ekran, i qef. Bëni një subscribe. Ndërkohë, shkruani pyetjet tuaja te ky QR kodi këtu në ekran. Bëni një skanim me celular. Logoheni, bën pyetjet për të ftuarit e mi. Sonte kam në studio Indrit Vokshin, Indrit Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe 3 miqtë e mi të përhershëm të emisionit, le ta themi bandën e emisionit Zonë e Lirë, që nuk ndryshon, Marsit Gupi, avokat penalist, pedagog të Marin Barleti, Marsit Kënaqësi se gjithmonë rjallë. Flogert Muça, ekspert komunikimi, gazetar, dhe mund të gjeni në portalin lexo.al, Flogert, kënaqësi. Faleminderit. Dhe Sebastian Zonja, gazetar plus në MSN TV, që ju e ndiqni pothuajse çdo ditë, ai jep më shumë se lajme. Indrit, pa unë burko, ne sonë do të trajtojmë pak aktualitet politik të javës dhe të tyre 2-3 ditëve të fundit. Në fakt, java sapo ka filluar, jemi në mes të javës. Sigurisht që her pas here gjatë bisedës, zotrinjt Gupi, Muça dhe Zonja do mundojnë të kuptojnë pse qasja, pse ti ke këtë qasje për X ngjarje, tani duke të parë si një kryetar partie cili do garojë në zgjedhjet e 2027-s. Edhe pse ti se ke shpallur akoma, por çon si ka tashmë është bërë publike. Kështu që her pas here mund të ketë, mendoj unë, dhe Duhet të ketë. duhet të ketë përplasje qëndrimesh. Jo, këtu duhet ta konsiderojmë sikur nuk njihemi, kështu që Bravo. Dhe sigurisht në fokus të Indrit është pyetja që e bën çdo njeri dhe që smerret me politikë. Ore, pse duhet dhe Indriti të bënte parti? Kaq shumë parti ka që dalin, dhe pse duhet dhe Indriti të bënte një parti, të ishte lideri i një partie, pra për te ambicjes. Për çfarë arsye? përgjigjem unë apo... Jo, këtë e thash tani si hyrje. Okej. Por ne këtë duhet Ti po kuptoj. ja u çon ndërmend teleshikuesit. Po. Jo, sepse ata pyesin pra. Po ta vësh dhe ne Ta për pyesin dhe ti ndihmon. bëra mirë besoj apo jo. Në Dhe rregull. në mënyrë subkoshient ajo. Ndërkohë, nëse më lejoni, unë duhet të rregulloj patjetër pak temperaturën, sepse vapa ka nisur. E kisha 23 gradë që mos tomi, po e bëra 20. Ta provojmë pak. Të lutem ose Lito. Lito, shif pak, ti s'ket pult, po duhet të gjesh pultin tani, se të japi Sebi këtu. Të rregullosh pak të hapësh atë atje, është i hapur? Jo. Duhet hapur ai sepse jo, po ndryshe do han dynjan. Vetëm në t'ja përshkallë jap. ty. Ha? Që javim Po prapë. ja rrezën afton njerëz atje mbrapa, marr me kurize me kështu do han dynjan dhe u Vetëm në përshkallë mos hypi Orselita se Pasha. Fillojmë pa hamburgore dio me fabrën e parë në ekran. Këto quhen këto, si quhen këto? Bëgle, jo bëg, se si quhen këto teknologjisë që bëjnë. Bugs. Bugs. Ha? Bugs. Bugs. Bugs, bëg. Ledio, plasët fabrën e parë në ekran. Jo, nuk e plas dot. Eci, ndërkohë. Do Sigur ta ta plas pje. Drugës. Në fakt, fabula e parë në ekran është pikërisht Indrit, kur ban Bajrami në bulevardin kryesor Tiranës, dhe pyetja është Bashkimi Evropian, me zi po na pret? Në fakt, kjo fabull të kishte vlerë, ose ka vlerë të hidhen tezat ndryshme, vetëm duke ndënjur foto që kemi gjetur, foto e sotme, se si myslimanë shqiptar, pa fund, me mira, kishin mbushur gjithë bulevardin e Tiranës, pra gjën kryesore e Tiranës, dhe luteshin. Dakor? Dhe duke e parë, mendova, thash në vete, jemi duke hyrë në BE, paktën, kështu po na thonë. Dhe thash, një sekund vlla, do jetë lajm, do jetë new entry, dhe një gjë e rrallë, BE-ja për herë të parë, po antarëson një vend për herë të parë, 27 vende që janë tani, s'ka si majorancë myslimane në këtë vend, e shikojeni. Kjo është foto. Dhe janë aq shumë njerëz, sa s'mund të imagjinoni, kemi dhe video i do e shohim, po kjo foto është shumë flet shumë.
thashë vete, do jetë lajm për BE-n që do fusi Shqipërinë, pra do fusi për herë të parë në klubin e vet, një vend me mazhorancë myslimane apo jo. Deri këtu nuk ka debat, jemi okay. Po do jetë për herë të parë, pra do jetë si thuaç eksperiment në një farë mënyre. Dhe pastaj mendova tash një sekond vëlla. Me rastet e këtyre ditëve festa e fetare. Kam ardhur vërdallë për Europë dhe më ka rastis dhe kam jetuar sigurisht, po ka rastis që të bret lart e poshtë. Sa herë që ka festa fetare në BE po flasë, në vendet e BE-s. Dhe kjo mund të verifikohet lehtë. Nuk ka për shembull lutje për Bajram, sot është Bajram i Madh, më duket është Kurban Bayram. Kurban Bayram. Sot është hahet mishi. Jo, simbolizohet dita e sakrificës. Mirë, po çon si ka, do bëjnë mishin pra. Se më thanë sot sa miqtë e mishin ishin vetë 5 mëngjesi. Po ka një arsye. Nuk është kjo tema. Dakor. Nuk flasim për Bajramin. Po flasim për ta parë politikisht pra, lidhur me BE-n. Po se është pjesëzim, thosh është vetëm dita mish. Dakor. I bie shkurt, o Marsit. O pa doli ose lidho njëri tani që filloi të pengojnë në rrugtimin tim drejt Islamit. Doni të reformohet Islami zotrinj. Futeni pikturën në xhami. Çfarë perle? Çka ka thënë Marsit? Spartak Ngjela. Ani. Do ishte për herë të parë. Dhe prandaj bëra pyetjen, BE-ja me zina pret. Nuk e di jam kuptova apo jo? Nuk e kuptova. Ka një gjë provokuese. Mendoj se kjo Është pikë dobët për Shqipërinë? është shumë pike fort. Po për BE-n? Shqipërinë. Po për BE-n? Edhe për BE-n është shumë pike fort për mënyrën se si është strukturuar BE-ja. Sot BE-ja nuk është më strukturuar si këto imagjinatat për një kompleks të kalave të kryqëzatave, pra është një tjetër Europë më multikulturale, më bashkëpunuese. Do të ndërpresë, është argument që kemi biseduar dhe bie poshtë. Po nuk ka rënë poshtë, ne mund ta kemi biseduar. Jo, por ka rënë poshtë, pse? Sepse nuk duhet ngatruar keku dhe byreku, do me thënë, unë nuk po them që në Europë s'ka mysliman, ka pafund, po mbushet. Prit, çfarë po thoje? Ndryshimi është që Shqipëria është një vend me mazhorancë myslimane, shumicë myslimane, zyrtare sipas censusit. Pra sot në Europë, më gjen një nga 27 vendet që ka shumicë myslimane zyrtare. Më lejo të sqaroj. Priti, mani me radhë, se ndryshe pastaj do bëhemi lëmshin dritë. Pra, në këtë kuptim mund them që është gjë e re për Europën, nëse do hyjmë, nëse do bëhemi antar. Është simbolikisht gjë e re. Është vetëm simbolikisht. Jo, pra jo. Sepse strukturalisht nuk mund të jetë gjë e re. Edhe një herë pra, në Europë sot nuk të lë njëri të falesh, dhe të festosh, nuk të lë njëri në pjacat e dukshme. Pra i bëjnë gjithmonë për xhamie që janë mbrapa pallateve. Dhe ky është një fakt, ftoj të gjithë njerëzit në shohin, të futen dhe do shohin që kështu ndodh. Madje Francë për shkakun nuk lejohet fare falja në rrugë, fare brenda në xhami. Mora Franca se e di që e ndjek më shumë, po në Gjermani është e njëjta gjë, në Austri është e njëjta gjë. Pra kudo ku ka mysliman, kupton, thon, keni drejt ta bëni atë, po e para nuk do ketë xhamia dhe kulte fesh në vende publike të dukshme, a mund t'i bëni thotë në Francë, po bëjini mbrapa pallateve që mos duken. Nuk ka në arterje kryesore duke xhamia, duken kisha, po sepse kjo pra prandaj them, do mundohemi të bëjmë një bisedë elitare sot apo thjesht do bëjmë bardhëzi? Ka bisedë shumë të thjeshtë këtu, shumë simpliste. Po, ma më kuptova sepse unë të ndërpreva? Më kuptova, por është diçka shumë e thjeshtë dhe simpliste kjo. Ma bërë thjeshtë dhe simpliste, s'ka nuanca në hëroj historia. Bashkimi Evropian ka bërë llogaritë veta. Duke bërë llogaritë veta brenda BE-s ka edhe shtete si Franca, edhe shtete si... jemi tentativë, nuk e ka bërë akoma BE-ja aktin, s'na ka futur. Po them për... Tani unë jam thjesht, ne jemi në... Ne po i paraprim të debat, jemi paraloj. Po pra, ne po i për paraprim. pozicionimin, jo për aktin, pra ka bërë një pozicionim ku qysh në vitin 2003, vendet e Ballkanit, përfshi dhe Shqipërinë, i ka njohur si potencialisht vendet që duhet antarësohen, për interesat të vetë Bashkimit Evropian. Në BE ka vende si Franca, ka vende si Hungaria, si Slovakia, pra nuk ka një model të vetëm dhe unik shteti brenda Bashkimit Evropian, sepse disa thonin dhe për Hungarinë që nuk përputhet me vlerat e Bashkimit Evropian. Dhe pati një luftë. Nuk e thoshin për punë e besimit, nuk ka. E thoshin për një arsye tjetër, për shkak të... Nuk është ky debati, po miket arsye tjetër së shmo. Unë e kam, shikoj e pyetjen. Po të tregoj strukturën e BE-s, pra ata thoshin BE-ja është liberale, ndërsa ky është iliberal. Dhe nuk përputhet me në thonjë zafen zyrtare të Bashkimit Evropian. Muslimanët Shqipëri falen... Është e thishme që kam 6 minuta që flasë, flasë 12. Muslimanët në Shqipëri, Arjan, falen në shesh sepse nuk janë emigrant. Përgjithsisht vendet e Bashkimit Evropian ju kanë gjetur një vend emigrantëve në kryeqytetet e tyre dhe në qytetet e tyre. Pra kanë akomoduar të drejtat. Jam dakord, më ta thash vetë.
Ndërsa ne Ka një falim ndryshim thelbësor, pra po them. thelbësor ku? Në Për këtë sa fakt, kohë- apo nuk e dëgjon fare çfarë thotë. Unë e dëgjoj, për sa kohë që... Nuk ndodh, pra nuk lejohet në vendet e Bashkimit Evropian. Po them që ka specifika dhe nuk janë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian po të të thash, së njëjtës natyrë. kam bërë kërkim pra research. Pra po thua vetëm për qëndrimin ndaj muslimanizmit. Po për çfarë po flasim mo? Të lutem pra- o Indri, pse do të mbasi kohën? Me qenë se kërkove elitare, Elitare, po ti s'po më ndjek pra. unë po të A ndjek. bijem dakord që në rrugë, përveç se pra në rrugë, në Bashkimin Evropian nuk lejohet të faresh? Nuk lejohet, nuk e kanë tradit. Po pra. Shqipëria në 2030 hynë në BE. E kanë ndaluar dhe me ligj, jo vetëm tradit. Po me ligj, më është me ligj, nuk është çështje traditë. Jo, po them Franca për shembull, nga 2011 Disa topa vende e lejojnë fare xhamit të ndërtohen. Po. Disa vende tjera i lejojnë, Pra ju por po ka thoni, bërë kushte. Po ja ta është mbaroj diçka e re, sepse do ndodhë Po nuk ram Shqipëri. dakord. Po pra. Okej. Po kjo ka që vështirë për ta kuptuar më Jo Indri. s'është vështirë, unë po doja të shpjegoja natyrën e strukturës. Po jo më çfarë natyrë, jo më unë do të kuptoj. Okej, ti s'do natyrën, do detaj. Jo, duhet diferencën. S'ka ndo indiferencë, ç'është diferenca? Pra, si kam mos se, ore, dikush nga ju a mund të më ndihmoj? Jo, po të ndihmoj unë vetë. Brenda Ore, unë po të Bashkimit them, kjo që Evropian, bëhet këtu, nuk bëhet në asnjë vend të BE-s. Bijem dakord apo sepse s'bijem janë dakord që të politikat ecë përpara. nacionale të shteteve, nuk ka ndonjë lloj direktive. Unë ata e kanë gabimo, nuk po them është mirë apo keq. Unë dua, ore, unë Nuk dua. bëhet, pra jemi dakord që nuk Bukur. bëhet. Atëre, është lajm i pazakont që për herë të parë në historinë e BE-s që është krijuar sa vite ka. Gati 80 vite. Është lajm që në një moment caktuar Shqipëria që mund të bëhet pjesë e saj. Po. Të hyjë me këtë gjë, pra do jetë lajm apo Është jo? lajm dytësor. Dytësor. Po. Nuk është parësor. Është lajm dytësor. Hape debati. Sebastian. Po, shiko, kjo është gjë, vlla, që e bëjnë studio, të cilat mund të flasin në disa shkallë mendimi. Nëse jemi bazik dhe bardhëzi, unë s'do e flisja fare këtë histori. Unë mendoj që ne duhet të ngrihemi lartësinë e debatit që ka nuanca. Pra jo të gjykojmë është e mirë apo e keqe. Nuk më intereson fare kjo pjesë mua. Fare. Nuk jam duke gjykuar, bile jam duke i thënë gëzuar Beramin sot, se është dita. Unë jam duke kuptuar diferencat kulturore dhe të besimit, ose mos besimit të rast, të praktikimit të besimit, midis vendeve të BE-s dhe Shqipërisë si pretendon të hyjë në BE. Nuk e di sa më kuptove se E qartë, tani do të jap një përgjigje politike apo filozofike? Të dyja do ishin interesante. Filluam me politikën. Atëherë. Pami ikur me paranteza i s'ka lidhje me këtë. Po për dakord, këtë po Te mundon. trungu, jo te degët. Të rim të trungu, po. Në Londër, në Rom, në Gjenevë të Londra nuk është në BE. Iku kjo. E di se ka vendosur sot ju ndërpres, sepse nuk dua t'ju lutë gaboni. Londra s'është në BE. Iku. në Gjenevë, Pas ke bërë detyrat sot. në Gjenevë të Zvicrës, në Rom, ka raste kur falen kësaj. Jo në shesh publike, ma gjithë unë do të rriqem. Jo në shesh publike dhe në qendra qytetesh. Brenda në përxhami dhe të fshehur mes lagjeve. Ka një tendencë brenda Evropës që e sheh veten si të krishterë dhe është e krishterë, qytetërimi i krishterë, që vjen nga Karli i Madh. Por nuk është ky debati. Po pra ti po thua do Debati a është, do a është lajm, i ndriti më në fund, pas kaq, bile unë her pas here di që mund të bëjmë bezishëm, po përfitoj nga rasti ne jemi miq dhe mirë kuptoni, i ndriti më në fund e thavlla. Do jetë surprizë dytësore, do jetë Lajm debat dytësor. lajm dytësor, ose debat dytësor. Pa për indritin kjo do jetë një gjë që dhe mund të mos ndodhi fare, po edhe po ndodhi do jetë dytësor. Për ty vlla, çfarë është? Pra, bien dakord që ka një diferencë të dukshme apo jo? I qartë. Për keq do të jetë lajm Kush tha që është për keq dhe për mirë, mor se. Po pse na fusin në more do të ri? Nuk po them është gjë e mirë apo e keqe, mor si ka mundësi mor se. pra futja në BE. Ore beja mor valla. A është e gëzuar që po fut një vend të tillë? Sa debat Do jetë ndryshe nga vendet e tjera të veta? I sati është debati në BE që ne po fusim një vend musliman i 37. Pra ti thua i 37, pra i ndriti nga dyshi, ti thua i 37. 37. Iku mbaroj, Flogert. Prit sekond, Flogert. A kupton se duhet të vëmë një pikat mbi i? Po të ketë pyetje sipër po. Dakor. Ta ndërtojmë bisedën se është shumë e burr kjo si temë burr. Këto janë tema që nuk i bën njeriu, se nuk i shijon njeriu. Jam dakord. Çmenduri kjo punë më burr. Në drejt. Ose nga Jo. Afrika si bëjnë, ose nga Afrika se paragjykohen. Ose kanë frikë ta E thonë vërtetën e tyre. vetmja gjë, Ndërkohë që unë them, nuk më intereson fare, a kjo gjë është e mirë apo e keqe. Nuk i futem ti bisedën. E qartë, unë e kam qartë. e mirë mo është e mirë, për sa kohë njerëzit besojnë shumë mirë që besojnë dhe miru pafshëm. Ja dhe ky. Jo, po, Po nuk është kjo. po e lëm pra këtë po them dhe unë, pra këtë po them. Që s'ka rëndësi kjo. Lajmi këtu është që për herë të parë, lajmi nuk është që integrohemi në Bashkimin Evropian, në qoftë se ndodh. Në qoftë se vendet e tjera thjesht kanë qenë, janë antarësuar dhe 2, janë antarësuar dhe 3, më the thash, nuk do kishte lajm fare në qoftë se do antarësohesh edhe Shqipëria dhe Mali i Zi. Në këtë rast lajmi është vetëm Shqipëria. Sepse thyet një miti që thua ti. Që nuk e kam shpikur unë.
që thua ti si fakt, mos si fakt. Është fakt historik ai, nuk është... Dhe të jetë dhe për Bosnjën, nëse Bosnja një ditë do... Edhe Bosnja, sepse edhe unë kur bëra ca research, edhe kur kërkoja, më dilte Albania, Bosnja Hercegovina. Unë po bëj tani këtu si kur te kam shpikur unë, po e disa dokumentar ka, që mund t'i gjeni në YouTube, që e flasin këtë çështje, që a duhet BE-ja të pranoj këtë gjë, tonë me probleme që ka Islami andej, po s'po hy këti debati se në Shqipëri ky kuptohet vetëm nga 2-3 veta, vlla. Dhe unë me këtë kuptoj se sa e rëndësishme është Shqipëria për Bashkimin Evropian. Pra ti e thua BE-ja me zina pret. BE-ja me zina pret, po gëlltit atë që se ka gëlltitur dot as me shumë shtetet tjera për 8 dekada, po gëlltit atë që e ka ndaluar me ligj në disa shtete. Se po mbi mesazhe, për shumë të çuditshme, i thonë shtetet të mos lejojnë muslimanët të luten, thotë. Nuk e detyrojnë traktatet që shtetet të mos lejojnë muslimanët të luten. S'është argument që nuk mund të luten atje. Pra, është gabim dhe ky mesazh. Sepse ka ligje në çdo shtet në Francë. Ka ligje që s'mund të falesh në placa kryesore. Marrim Francën, më burr, Francën në 2011 është vendosur ligj, po të marr Francën si një nga kokat të udhëheqësit të Europës, se bashkimi që parë, dhe në Romë e bëjnë, kur i thashun më jep një vend në Romë. Jo, nuk e bëjnë. Domthon paktën me sa kam kërkuar unë dhe nuk kam kërkuar pak sot. E luten gjithandej në Europë. Po nuk e bëjnë në pjasa qendrore. Vendi ku e bëjnë. O nuk lejojnë në Francë në një ambient publik në përsheshe të bësh... Dhe është me ligj. Me ligj pra me ligj. Zotri, je i lirë të bësh të duhet. Ka 16 vjet. Po të bësh brenda Moskës. I këtë institucionet e asaj, të përkatëse. Pra Austrinë për këto, pra, që s'bet fjalë. Kjo tregon që ne jemi shumë të nevojshëm për, edhe është dhe në vazhdimin e bisedës që bëm dhe mbrëm me Adriatikun, sa të rëndësishëm jemi ne për Europën, e cila arrin të gëlltis një gjë që se ka përdir dot për 8 dekada, vetëm, madje të thot dato që thot për Edi Ramën, edhe pse këtu gjithë bjem dakord që Edi Rama është burri keq, ajo thot, Marta Kos në këtë rast, thot është burri më i mirë që lideri dur që ka Shqipëria. Këto paranteza, arrim te kjo çështje. Kaq pra është, domethënë, kjo pamja këtu, ose Edi Rama ju ka hedhë syrën atyre, ju ka bërë magji, ka suggestionuar dhe ju ka trajtuar si vepër arti dhe ata kanë harruar historinë dhe krimin e Europës, po më lërë mua të fantazoj çfarë mund të ketë ndodhur. Këtë është në shumë BE-ja si duhet përjetojmë. Jo Shqipëria është e lumtur apo kështu siç është. BE-ja vlla, BE-ja në këndvështrimin tim tani më ka hyrë një epokë të re dhe ne kemi mësuar boll nga BE-ja, kemi mësuar korrupsionin, kemi mësuar krimin, kemi mësuar gjithë shka dhe jemi bërë dhe më të mirë se ata tani. Tani ka ardhur kohë që BE-ja të mësoj ca gjëra nga ne dhe gjërat shkojnë në vendin e vet. Pra ti thua me zina pret, na mirë pret me këtë foto. Sigurisht. Marsit Gupi. Pastaj do të mbyll prapë me një dritin, sepse me një dritin e bëra me qëllim që janë dhe preva, tani do ta lë të ma shpjegoj nëse arrin të ma bëj një përmbledhje më mirë. Unë do të citoj një filozof konservator tradicionalist, si ne kam takuar në vitin 2016, Sir Roger Scruton, ka ndruar jetë para pak vitesh, është nga filozofët më të mëdhenj, edhe kemi pasur mundësinë që të bëhet dhe kjo bisedë, tekstualisht siç po e bëjmë ne sot. Në tavolinë e bëjnë shumë njerëz në studio. Ai ka dhe nuk e bëjnë dhe unë prandaj më shijon, më intrigon shumë që ta bëjnë në studio. Ai ka dhe tematika tapra, ku bën vetë kështu. Dhe ka thënë këtë gjë, që shiko, kur një gjë tjetër shkon në ekstrem, siç është liberalizmi evropian, edhe liberalizmi që i ka sjellë krishtërimi, duhet si thua antagonizmi ose le ta themi ekstremiteti tjetër, pra konservatorizmi ekstrem. Sepse në këtë moment ka thënë ai që liberalizmi është tetë i skajshëm në Europë, do i shërbejë si një lloj frene këtij liberalizmi, pra është mirë që të jenë edhe këto ngjyra brenda BE-s, në mënyrë që si thua gjatë vjen në ekuilibër, sepse sot ai problemi në Europë është pikërisht mos funksionimi i familjeve, mos krijimi familjeve të reja, kjo jeta individualiste, jeta atomizuar kur secili thotë që un kam ardhur këtë jetë vetëm dhe jam jashtë komunitetit. Dhe më mend që ka dhënë këtë shpjegim, pse duhet feja dhe pse duhet edhe Islami. E para tha komunitet. Kemi debate mos. Jo. Po pse na mirëpret, po t'ia parsoj pse na mirëpret dhe po e them. Ai thua, pra ata në vendet e tyre ka vënë ligj mos bëhet, por Shqipërinë do e lejojnë. Do e lejojnë pse sepse kanë në pikpamje utilitariste. Nuk debat kjo Sebastian. Do pishë. Dhe ajo që dua të them unë, që dua të shtoj është kjo, që Islami dhe Krishterimi, se Bashkimi Evropian është bashkim krishtian, i ndan vetëm një pikë. Pjesa në qoftë se Jezusi ose Isai, që kanë ata ishte biri i Zotit apo profet, dhe pjesa e rikthimit testamentit vjetër të profetit Muhammed. Në lloj kuptimi, pjesa e 10 testamentit të vjetër të profetit Muhammed se kuptova mirë këtë. Krishterimi
krishtërimi. Ti thua që Muhamedi që mori testamentin e vjetër. Po, riktheu dhe herë testamentin e vjetër në fuqi. Ndërkohë që Jezusi shfuqizoi dhe dilema e vetme midis dy feve monoteiste, krishterimi islam është kjo, që Jezusi ose Isa është biri i Zotit apo është profet, dhe është fuqizimi dhe i erë i testamentit vjetër. Sepse Jezusi e shfuqizoi testamentin e vjetër duke thënë që jepni vetëm dashuri dhe nëse dikush u gjuan në një faqe, ktheni faqen tjetër. Pra si thua, nuk është më forca sy për sy e dhëm për dhëm, po është vetëm falja. Pra kjo ishte fryma e re ose fryma e Krishtit. Në këtë lloj kuptimi, nuk shikoj një diferencë madhe në kuptimin teologjik. Në kuptimin pasaj identitar, kulturor, siç e thash, argumentin e skrutonit mendoj që është e dobishme për Europën. Në një Europë Kuptimin e hapësirave publike, që duhet të jenë laike. Nuk të bën përshtypje fare ti për shembull? Që bulevardi për shembull, unë jam i lumtur ata përgjigjen. Dale, luteshin atje. Jam i lumtur, mund të më duket anormal. Ja, pra, mua më duket jam i lumtur të shikoj njerëz që falen dhe këtë lloj pamje se sa parada gay, LGBTQI ose ekstremitetet. Po më the Arian kë zgjedh në studio. Jo, unë e kam në pikpamje funksionaliste, vetë zgjedhësh. Në raport me pra. Kur është diku të zgjedhësh. Patjetër, po të bëjmë këtë gjë. Po çështja sot nuk është më mirë këta apo ata. Po sepse Europa lejon ata dhe ndalon këta. Unë them që është më mirë të lejoj këta dhe ndaloj ata. Po pra, po ky është një debat tjetër. E para një herë Europa a do surprizohet nga kjo gjë apo jo? Unë them që duhet të gëzohet. Ti e di thua duhet gëzohet. Duhet na mirëpresë. Atëherë Indrit, mund të më thua çem këto vende europiane valla? Sidomos disa prej tyre, çem këto vende që nuk i lën, kanë bërë dhe ligje si Shtati Flogerti, që nuk i lën myslimanët e shkret dhe të ndershëm të luten nëpër pjaca kryesore, nëpër sheshe kryesore, siç luten në Shqipëri për shembull. Mund të më thua ç'është kjo Europë valla? A jetë Nuk është çështje Europë. Ti detyrojnë të futen brenda në xhami? Europa Opa, është ka ndryshe unë tani. proceset e veta. Franca ka vrarë 3.000 priftri në kohët e revolucioneve të veta, pra nuk mendoj se e ka ekskluzivisht kundër islamit, por e ka pasur edhe me katolicizmin. Katolicizmin në Europë e kanë shkatruar këto elita politike të Europës, të 2 shekujve të fundit. Pra po ta shohësh, feja sot në Europë nuk është shumë prezente, sepse e kanë shkatruar këto partit socialiste, partit laiciste, partit fashiste deri diku dhe partit me nuanca ose me frymëzim masonik, të cilët nuk kanë dashur monarkinë, fenë dhe strukturat tradicionale. Masoneria e do fenë, edhe besimin, masoneria e do. Varet nuk nga modeli shtetit. Në modelin shtetit që kanë kërkuar, nuk do ta mbyll të fabulon, se nuk ja vlen të rrim këtu se pash që nuk doni të sfuteni. Më e duam duke qenë kështu. Po prapë të përgjigjesh si driti më, unë i bëj një pyetje konkrete. Jo, ai është dakord me këtë lloj Europe. Jam shumë dakord, por duhet të shtjelloj. Po nuk kemi 5 orë emision në bursë. Jam shumë dakord, 3 minuta, 2 minuta, 1 minutë. Okej. Thjesht ta shtjelloj. Pra kjo Europa nuk është Europa e Richard Zemër Luanit, por është një Europë prodhuar nën iluminizëm. Pra pas revolucionit francez. Pra nuk ka ato kritere dhe paradigmat të kryqëzatës 2, 3, 4, 5. E ka mundur atë mentalitet vetë Europa. Megjithatë, pse nuk i lejon myslimanët të falë? Nuk i lejon sepse ju ka vënë kufi feve të veta aty tradicionale dhe ju vë dhe myslimanëve. Nuk e ka personale me myslimanët. Në rastin e Shqipërisë do ta pranojnë si diçka normale sepse do t'ju njohin shteteve veçantit përkatëse. Dhe ne do të na njohin veçantit përkatëse sepse nuk po na zbulojnë sot. Dhe kjo do jetë një lajm i paparë, se do ndodhi për para. Arjan, nuk po na zbulojnë sot. Europa po bën të kundërtën e kësaj, po nesër. Nuk po na zbulon sot dhe këtë vit, ne këtu jemi, këtu kemi qenë, pra njihemi me strukturat dhe me institucionet, thjesht është diçka e parëndësishme duke krahasuar me nevoja strategjike dhe politike që ka për t'u antarësuar i gjithë Ballkani dhe e gjithë Shqipëria. Dhe ka që kemi diskrecion dhe hapësirë ne për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian me veçantit tona. Dhe kjo falje në shesh është një ndër veçantit e shqiptarëve, sepse në 400 vjetë këtu ka pasur namazjat, do të thotë popullsia është falur. Jo, bravo i qoftë mo. Po pra, do të na pranojnë me këtë kriter. Bulevardit dhe sheshit të mos blokojnë nga askush. Unë jam mos blokojnë nga askush, nga asnjë fe. As nga mitingjet. As nga mitingjet. Okej. Totalisht. Do të na pranojnë, mendoj, me këtë kriter. Po. Nuk është diçka penguese. Do të na pranojnë me veçantit tonë. Në Francë, kur bën mitingjet që janë të dhunshme sidomos, protestat të dhunshme të sindikatave këto, krijohet një itinerar, për shembull, dhe thuhet, ku nuk lejohet të bësh protestë. Në vendet kryesore të Parisit, po flasë për Parisin, qendrat e qyteteve, nuk lejohen. Bllokohen nga policia, pra miting mund të bësh, përcaktojnë rrugët. Tu, përveç LGBTI,
sidomos Serrave që ishte shumë e dukshme dhe ka drejt Marsidi, bllokohet nga çdo gjë, nga ciklistët, pra bllokohet trafiku. Është e tmerrshme. Tani kur shohte Banami që luten këta këtu dhe se kishin mbush bulevardin, për mua është njësoj. Pra, thash, edhe po të ishin sepse nuk kanë ndjeshmëri. Me pagarkesë emocionale. Edhe fe të tjera, edhe fe të tjera. Un kam për shembull ndaj gjitha feve, edhe po të jenë fesë katolike, ortodokse. Po këtë po them dhe unë. Pëlqen. Aty pëlqen. Po sigurisht më pëlqen. Bllokohet bulevardi. Nuk të gjen gjë se bllokohet bulevardi 1 orë. Pra njerëzit duhet të bashkëjetojnë dhe me sa orë. Orë të tëra. Sa orë të tëra. Nga fillimi i bllokimit, e di Marsidi. Sa orë bllokohet, thuhet vërtet. Tani për të mbledhur dhe për të shpërndarë as njerëz duhet 1 orë. Jo, duhet shumë shumë. Jo, po fjala vjen. Po Arjan, është 2 herë në vit dhe 2 orë po ta lëm. Pra un kam Po jo këta vetëm molla, po bllokohen nga të tjerët. Unë kam titullin e kisha dhe pyetjen e kisha dhe ju më thatë të gjithë. Po koncerte, po bicikleta, po motorra. Po eja, jo vetëm që do e thyej rregullin për të parë, po e futi Shqipëri. Do të na pranojë me veçantinë tonë. Na pranojmë me veçantinë tonë. Ky është lajmi sipas Indritit. Tu besoj ata dakord gjithë apo jo? Marsit. Po, problemi është që vetëm Fishta ka guxuar t'i thot në llaf Europës, askush tjetër. Europa e mirë, Adriatiku thot Europa e mirë, Indriti thot Europa e mirë, doktori thot Europa e mirë, Rama patjetër thot Europa është super e mirë. Si mund të themi ne është e keqen? Po ta them unë o burr. Okej. Kjo Europa në Bruksel dhe më tutje nuk i trajton një lloj muslimanët me pjesën tjetër. Ja prandaj është e keqe, pse se thua ti? Pse ke frikë ta thuash? Mund vota? Jo. Çfarë halli ke? Thuaj jo. Thuaj jo. Flasim me racionalitetin. Çfarë racionalizik në Bruksel dhe hajde flasim këtu pastaj. Të përgjigjem. Po përgjigj. Ata faktin se ç'bën dot. Është ajo çfarë thonë europianët gjermanë, që duhet merresh dhe gjykosh vetëm gjërat që i ke nën kapacitetin tënd dhe që mundesh ti ndryshosh. Pra ne nuk kemi, nëse merrem me politikë, kemi interesat kryesore dhe ne nuk kemi sot asnjë interes për të propaganduar kundër europianëve në Shqipëri. Flasim për interesat. Vërtetën atje flasim? Flasim për interesa. Je dakord me Europën? Ja, të të bëj pyetje atëherë më konkrete. Se tani je dhe njëri thellësisht politik. Po. Marta Kos, ministrja e integrimit Bashkimit Evropian, thot, dhe është zëri i shteteve ajo aty, që Edi Rama është lideri i dur që ka Shqipëria. Ti je dakord me këtë Europën që e thotë? Unë jam dakord me politikën, pra bëje ti që nuk je, unë jam... Për shembull pra, me që... Unë jam shumë okej. Unë jam shumë okej. Europa është një lloj si me Ramën dhe me muslimanë. Për saktuar debati dhe ishte i Marta Kos është diplomat. Të lutem do flasim... Nuk jam dakord për është diplomat, do ta pranojmë. Indrit, nuk është ky debati, unë do të mbyll tani, se të paktën në studio zgjeta njëri që të kishte, atë se thuash, qasjen time, jo kritike, po qasjen time që kur ky është debat, më duhet bërë. Është debat kulturor me të gjitha, kjo gjë. Është debat arkitekturor, po deshëm. Qyteti ka arkitekturën e vetë sociale, urbane. Hapësira publike është një gjë e shenjtë. Hapësira që ne e përdorim të gjithë. Ju këtë, për ju kjo, mjafton që këta falen ose LGBT-ja nuk ka rëndësi fare. Pra ti je çfarë mund bëni Marian ndaj kësaj? Po pra, me që ju, unë të thashpa, po të isha ulur në vend Marsitit, do bënim debat bashkë. Morë më lejohet, sepse edhe kaj sa bëra jam shumë. Prit. Më vjen një mesazh, që nuk është për debat, dhe më thonë, Çani, bravo për guximin që hap tema të tilla. Tabu në Shqipëri. Dhe më thot, a mund të shtrohet pyetja që kemi një islam më demonstrativ se ç'duhet? Se pyeti, ore, pse kanë frikë të bëjmë pyetje këtu më burr? Ç'është kjo frikë e madhe më burr? Dhe mirë ju. Mirë ti Marsit, Flogerti dhe Indriti që jeni të besimit musliman, kulturalisht pak. Sebi për shkakun që ka një mama, por mund të ishte pak më i lirshëm në këtë pikë. Edhe Sebi ka frikë ta bëjë, çudi e madhe. Mirë, atë nuk ka rëndësi. Po ja askush nuk ka frikë. Jo, frikë është kjo. Ne kemi ngrini pyetje. Fakti që nuk ngrini pyetje pa marrë qendrim. Po tani të dal unë tek ti dhe ti ngre pyetje. Një sekond. Arjan, po pse nuk po i ngre pyetje? Pyetjen e bëre Faltina bëre pyetjen e cili është lajmi dhe unë tu përgjigja që është lajmi. Ti nuk më pyete mua je pro apo kundër kësaj shfaqje. Se zota fusa ti, di pse? Se nuk kam dy palë. Atëherë pse më thua mua, pse thua ti? Po nuk kam dy palë më zotri, po të kisha dy palë. Po ndoshta e ke, më bëj pyetje një herë. Se del ky pastaj, them unë një gjë, del Sebi shpërtet. Je pra apo kundër? Po se bëre pra. Rregull, ja të lexosh. Po na paragjykove sapo. Nuk e bëna pra se nuk duhet të futesha në pronë kundër, për arsye që ju kuptoni. Do të krijoj debate në një shoqëri e cila është ka tabu. S'dua, nuk kam në nevojë. Disa njerëz se s'dua ta personalizoj po. Disa njerëz njohun, i njeh edhe ti, që janë super besimtar, që nuk kanë nevojë ta demonstrojnë aty, po kalojnë nga zyra tjetër dhe falen. Unë kisha sot një qëllim. Bëja vetëm një pyetje që ja thash me fjalë të tjera. Dhe e bëra disa herë, po ju nuk doni ta zhvillonit, se unë prisja nga ju ta zhvillonit, pra, ta të jepit ngjyra. Pra pyetja ishte,
A do ndikoj Islami në Shqipëri për antarësimin në BE? Ne ta thamë atë. Ti thatë jo pra. Unë mendoj që këtu mund të bëj debat. Ju thoni nuk është debat. Mbaroj debati. Ta ndërlezoj këto të kalojmë gjë tjetër. A mund të shtrohet pyetja që kemi një islam më demonstrativ se ç'duhet? Thot personi që s'do të identifikohet me emër, sepse me sa duket e kuptoni pra se ku është problemi. Kanë frikë njerëzit. Po nga çka kanë frikën? Ti e di shumë mirë nga çka kanë frikë dhe bën hipokritin tani. Jo, ti bën hipokritin tani, se ti e di. Shiro tjera, si ishte Shiro çka kanë frikë. Të jesh marsitin fugon. Nga kush kanë frikë? Fugon dhe Nga kush kanë frikë? Ha? Nga kush kanë frikë? Nuk e di ti. Jo, nga kush? Ta them brapa emisionit. Ka pse të kenë frikë? Që dhe xhamit që janë minimumi 8 thotë, rreth e përqartë qendrës Tiranës, janë prapë në stilin klasik thotë. Minare, kupola e tjerë. Ndoshta gjërat dalin nga pyetje që i kanë përgjigjet brenda. Teza e gupit nuk qëndron. Që nga emërtimi, ortodoksia tregon dogmë dhe konservatorizëm, por dhe ajo fe ka evoluar, më thot personi. Person shumë i njohur ky që shkruan. Shumë mirë. Nëse në emër të konservatorizmit do shfaqemi ne me mutacionet tona idiote, pa shije dhe substancë, që dhe kthejmë vlerat konservatore të familjes në Europë, Zot na ruaj. Unë jam me ty, më thot, dhe kuptoj eksakt ku e ke fjala. Dhe mua vjen keq që ti nuk ke mundësi të darësh në ekran dhe ti thuash, ti ishe personi sot tu, dhe ishte bërë një super debat. Po, ne. Dhe është dhe filozof për veshtjera, vë çon si ka. Tani, unë them, ora është 10:35, gubi çek motori ti e di, do edhim benzinë dhe naftë mirë, bëjmë xhiro, sep, flog, dhe kthehemi se kemi dhe gjëra tjera për diskutuar. E sa është njësi kaloj. Ledjo, ikim në SPO-in, është i vetmi karburant që të mban makinën në formë dhe nuk ta prish. Më thirë se kaq se them dot. Mos fusni zorën në çdo lloj karburanti që ju del përpara, se do hanë dynjan dhe gupi ka drejt. Ju bën çek motorin, paf del atje gjë kuqe atje përpara. Vetëm te SPO-i, Saidi është i papar, pronari. Me një koreksit papar, shikoni logon, mos e harroni, do dilni me kas, do thoni tani do shkoj të furnizoj makinën. Naftë, benzinë nuk ka rëndësi. Dakor? SPO-i është the fuel of champions. Më kanë thënë që thuhet anglisht, karburanti i kampionëve. Bravo Said, bravo SPO-i, le keni gjitha ndenjën për Tiranë. Dhe sa dilni nga Tirana, nga Elbasani, nga Durrësi, fat ju deli SPO-i. Po, e kuptova, do t'i ikim. Të vinë ato Levjo. Tani filloi debati, ku ishin reklamat. Kanë frikë gjatë emisionit, nuk e thonë. Plaset fabule 2 në ekran. Alors on danse. Alors on danse. Ka pas debati keq në rrjet, më thonë, te zonë e lirë në YouTube, komentet. Vazhdoni se të lexojmë shumë qef pasaj shkeni thënë. Pra e kuptoni temat tabulla. Ka shumë pak njerëz që arrin ta bëjnë këtë debat në ekran. Pra debati në shoqëri bëhet, në studio ka frikë të bëhet. Dhe kjo është e vërteta. Vazhdoni kundërshtoni vëlla. Më them në shoqëri kjo gjë ka debat. Zien. Në studio nuk e bëjnë. Shtroj dhe njerë pyetjen e bëjmë prapë. Haroje. Surpriza është që Pacolli rimerr kontrollin e aeroportit të Vlorës.
Ledi do të na shoqërojë me disa imazhe, më duket. Dhe do ta filloj këtë radhë nga Zoti Zonja. Zoti Zonja. A mund të më thuash ç'a ndodhi? Sepse për njerëzit që nuk e dinë është lajmi i fundit ky. Gjykata e lartë i jep të drejtë Behgjet Pacollit, duke ka Behgjet, ja thon gabim emrin. Me H dhe me G. Behgjet. B-E-H, G-E-T. Behgjet. Bile po ti thuash Behgjet, ai mërzitet. Njësoj shmërzitet Lapaj, kur i thon Lapaj. Dhe ka të drejtë vëlla. Ndryshojnë emrin, dakor? Edhe qori me qorin. Edhe arrimin e shket që ja bëjnë me 2 r, ai e ka me 1 r, qori, nuk e ka qorri. Dakor? Janë njerëz pa përgjeshëm, nuk kanë etik dhe nuk respektojnë. Nuk respektojnë njerëz. E bëjnë me vetdije, more? Aq më keq akoma. Më keq akoma. Tani gjykata e lartë, se çam kapi mua sot ai. Gjykata e lartë i jep të drejtë Behgjet Indrit Pacollit, aeroporti i Vlorës i takon Mapkos. Mapko me B është kompania e Pacollit. Në një vendim të rëndësishëm, sot gjykata e lartë se i busqesh se i duket kujton veten tani, i duket sigurisht ai vetë se ku tani jep sigurisht lajmet, e kupton? Në një vendim të rëndësishëm, gjykata e lartë i ka dhënë drejt përfundimtar e biznesit kosovar Behgjet Pacollit të kompanisë së tij Mapko Construction për kontrollin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, zonja Zotrin. Vendimi i gjykatës së lartë vjen pas një serie betejash ligjore të gjata mes Pacollit dhe Valon Ademit. 2A grup quhet kjo e Valon Ademit. Duke i dhënë fund përplasjes për pronësinë, administrimin dhe drejtimin e projektit strategjik. Sipas burimeve të afërta me çështjen, gjykata e lartë ka rrëzuar vendimin e mëparshëm të gjykatës së apelit dhe të shkallës parë, duke rikthyer drejtën e plotë të votës dhe administrimin tek Mapko Construction SA, e cila zotron shumicën ndërmuese të aksioneve, Behgjet Pacolli ose Behgjet është e saktë Pacolli, tashmë mund të vazhdoj punimet pa pengesa ligjore nga ana e ish ortakut të tij. Ky është lajm, duhet thënë, pasi shumë ditë ne kemi parë që këto pamje janë transmetuar gjithandaj janë bërë virale. Seb, të lutem, çfarë po ndodh realisht dhe cili është qëndrimi jot? Pra ti u gëzove sot kur morë vesh lajmin? Pra ti ishe më shumë më pranë Behgjet Pacollit apo më pranë Valon Ademit? As nuk u gëzova, as nuk u hidhrova. Pra se plas fare me Prap në mes. Ore, o dje, pesi ishte dje. E pesi ishte bajti dje, raket dje. Sot është një sep tjetër. Prandaj, Po në fakt është një lloj si dje. jo, Politikisht korrekt, pra domethënë jo, është i ndriti. Jo, dje mbajti qëndrim vëlla. Pra mbajti qëndrim, pra po të flasësh tani ti thuash Sebit, më thuaj 2 llafe për e dramën, ta bën cop. Edhe po ti thuash për këtë çështje mbaj një qëndrim, nuk e mban. As thua ashtu. Se nesër me biznesmenët do kesh të bësh në politik, vlla. Po nuk e qoh politikën ndoshta këtë punë. Se jepi, se s'dua të ndërpres. Sebi do ishte humbje po të mos ishte aty. Ama se mua bëj për çep, bëjmë më burr tani se zonë lirësh kjo, Është kupton? shumë Ka 23 vjet. është shumë interesante kur ti ve këto lloj gjërash. Unë as nuk e kam parë si biznes, as nuk jam pjesë e politikës. Unë dua t'jesh se Unë Opa, derit, por Shift, ky shift quhet shift, leret e tjetra. Të merresh tani kush e mori aeroportin apo kush nuk e mori. Tani konflikti ishte Pacolli me Ademin. Të dy ishin në fillim bashk. U ndan, njëri u fuqizua, tjetri ra. Pastaj Pacolli tha unë kam bërë gjithë investimin, Ademi thoshte jo, po dëgjoj se më ke thënë më përpara një gjë tjetër. Pastaj njëri tha që ti je me rusët, ky tha ti je me kinezët. Pastaj ky tha që dëgjova se amerikanët se ai do ndërtoj ca shtëpi, ajo po i duhet aeroporti apo nuk si është lajmi duhet mirë që aeroporti. më në fund aeroporti e ka një drejtim edhe nuk është as mish as peshk? Për shembull, këtë mund ta themi. E shef pra? Se është aeroport kombëtar, nuk është aeroporti Ti lexoj i pak, s'mund të lexoj pak. Behgjetit. As i Valon. Në këtë tentativën e jashtë. Ore, po më kërkojnë ka një, po bëhet një revolt në YouTube vëlla. Te faqja ime Zonë e Lirë oficial, nxirret çiklet jo faq. Po bëhet një revolt. Kan vlloti bien tavolinës në YouTube njerëzit dhe përtasin, çani të lutem riktheu te debati më parshëm, te puna e kësaj, Bajramit. Rikthemi. Më thon leri këto se nuk na interesojnë. Po ne për ata dalim këtu. Po kam frikë s'ka debat, pas se unë kthej, po s'ka debat, i ndriti Shtroje pyetje ndryshe dhe ka debat, po ta mbaroj Sebi se ndërprem. Jo, o do të presim tani, bashkë me Sebin dhe kthehemi atje ose e vazhdojmë. Hajde, Rikthemi. rikthehemi. Rikthehemi. Shiko, unë pyetje tjetër s'kisha sepse pikërisht edhe unë dua të luaj gjithsesi moderatorin vëlla. Nuk dua të mbaj qëndrime. Pyetja tjetër është me qëndrim. Qofse ju nuk ngrini dot pyetje vet, nuk është problemi im. Unë mjafton hodha topin. Ju mund të ngrini pyetjet vet. Ne podcast po e zhvillojmë këtë tani si bashkëbisedim. Podcasti ishte atëherë që ngrini dhe ju pyetje, mos më lini vetëm mua. Pra, s'më do marr vetëm unë përgjegjësi vëlla. Dakor, edhe ti pastaj mbaj qëndrime.
Po ngritë ju pyetje të mbaj punë. Mbahen qëndrime, Pra, unë bëra pyetjen time, ngrinë dhe ju pyetje. Po pse më nuk është qëndrim, thosh kush është kriteri që ndalon Lejon Parada LGBTQI dhe ndalon ku dëgjon shprehjet besimit fetar. Kush është kriteri që ndalon këtë dhe lejon këtë? Ka kritere. Ky është kamuflim. Jo, s'është kamuflim. Kamuflimi i debatit. Gjithë drejtësia është kriter. Debati Dhe ligji është kriter. Vendoset një kriter dhe çdo lloj grupimi duhet ta kuptojë që kriteri për të bërë diçka është ky dhe kriteri për të ndaluar diçka është kjo. Pra Nuk është kënaqësi personale, pse vishesh kështu ti mos dil. Po ti se falesh shtrir mos dil. Po ti me shtë drejt. Po. Je kundër LGBTQI-s që të bllokoj bulevardin dhe je pro për Beramin. Ma thua dot? Me shtë drejt bulevardin. Jo, unë thashë pashë bie kriteri ku lejon ata se jam me këta pro. Jo, mo ti e the troshmë. Po mirë këta the se ata. Normale. Po pra, Se vlerat e mia janë me këta. Zotri, bulevardi nuk është tëndi, mas time, është i të gjithëve. Po. Dhe këtu nuk është asnjë turp. Atë pse i përjashton këta dhe lejon ata kur është i të gjithëve? Kush i përjashton? O lejoj të gjithë, ose përjashtoj të gjithë, me logjikën tënde. Po le logjikën time, mo logjika jote është thotë. Po pra, logjika ime thotë që shumatora më e madhe është njerëzit që janë drejt besimit. Edhe sipas Po ti thimo, ata nuk shfaqen, mund të jenë më shumë LGBTQI. Ja, po ku i kjo shfaqen? Po jo, nuk dalin dot. Njerëzit mund dalin edhe të dyja. Pra, Ata mund të jenë besimtarë një kohë. ka dhe shumë besimtarë që kanë frikë dalin atje dhe LGBTQI-ja. Ç'a kujtove ti? Si ndalon njëri. Po pra. Tani, se ka... Janë pafund. E di... Pra, kush është Po të kriteri? thonë shprehja në frëngjisht, va të fe on kylesh e le turk. Mirë, Ne mo mirë. dalim të një tjetër. Çfarë Nuk kriteri? është kota, va të fe on kylesh, she le turk. Çdo lloj Po të ligji, thonë. çdo lloj ligji, dhe kjo është taktikë dhe iniciativë ligjore, ka kriter kur vendoset. Ka një parim i cili quhet edhe parimi i proporcionalitetit. Në moment që ti bën ndalesa, duhet shikohet proporcioni midis interesit publik dhe dëshirës të një grupi të caktuar ose të një entiteti të caktuar. Tani, nëse është ky ligj, si qëndron parimi i proporcionalitetit? Kjo është pyetja ime në lidhje me kriterin. Po të flasim nga perspektiva dhe logjika ligjore, sepse cituam një ligj, do po them si cënohet Ka publika ligj në Shqipëri, më nuk ka ligj në ndër. Europë, po them në Europë, jo në Shqipëri. Po pra, se unë këtë, Po këtu pra po çoj debatin. me modesti, bravo, me modesti duhet ta mbaja këtu debatin. Po këtu është debati pra. Prandaj ju të prisja. Hajde flasim. Pra pyetja që po shtroj unë për Pra, gjithë ka tavolinën. krisë Europa atë. Prit. Jepi pyetja. Te po Mos them qif pra. nga unë pra. Kriteri si u duket pra që të ndalohet. Po s'ndalohet më tani, se unë po të them, vinë mesazhe, Vittorio Emanuele në Rom, tani e sheshi që dalin gjithë muslimanët, Torino dalin muslimanët. Laiciteti negativ Ja, unë vetëm në Francë, në deshendise, konceptin kur do? tani a e do kësht, sepse është debati që logjika Dishi foton që Franca, sa të duash ke? Zile pak. Ja, ta tregoj Për sot unë Bajramin. foto tani. Po, bër Bajramin dhe pikërisht sot. Çuditën kur koha Ja nuk ku i do. ke, ja ku ke foto nga Torino. Kur me Flogertin. Ja ku ke foto. Nga Torino. Po, mi çën këtë moment, ja ku i ke fotot. Ku në ç'vend janë këtu? Shive është mbyllur atje. Peking. Janë të mbyllura. Po stacion E treni. shkon, stacion treni pra. Po Torino. Zotri, stacion treni në Torino që nuk e di cili stacion është. Prandaj u thash pa. Po mirë, Vittorio Emanuele, Vittorio, Nuk të lëson të spekulosh zotri. Po s'është punë. Se thash më gje bulevardin kryesor dhe sheshin kryesor të kryeqytetit të një vendi europian, Çani, kjo bëhet. S'po ma gjen. Po më jep stacionet trenash. Po pra, sepse Marsit, e shikon pra? ne Marsit, jemi. ha pra? Po pra, sepse Po ku e ka imazhin, e nxori imazhin. E nxori ma tregoj dhe ope e oqi, se e di që s'është e ta gjë pra. Nxjerr Ta me imazh. mashtroj. Sebi mashtroj me qëllim vlla. Po jo. Sebi tha, ja Torino ku është. Qa interesi dhe ma ktheu kam, mua ja. dhe më tregoj stacion treni. Stacion Vittorio, treni bën edhe në Francë ata. Mund të kapi stacion treni në periferi të Parisit. Jam dakord. Myslimanët dhe falen. Se ku duhet me dalita e kurinalja Vatikanit, falen aty. Po pra ky kapi gabim Sebi. A dëgjon, more i ndrit. Po nuk e shikoni pyetjen e ekranit. Çfarë ka? Pyetjen More i e ndrit. ekran. More i ndrit. Po ta shpjegoj E unë. kupton që e kam gjeografike mor problemi, nuk e kam. Ta shpjegoj unë Unë si kam mundësi se kuptoni më. Ta lidhim gjeografinë me mendsi. Jam në YouTube. jam, ja, Vittorio Emanuele është shesh në Rom. Po jam. Ç'është ajo? Më ta shohim çik. Po ja, pra, po ja. Vittorio Emanuele është shesh në Ma Rom. jep ta shoqi. Po më Ta ja. shoqi datën kur është bërë ajo? Po më ja. Është e sotmja. Ja. Jep ja. Jep Një që datë. sekond. Po Jo, më mund të ketë drejt. Unë sot me Flogetin kem kërkuar gjithë mbasditën, vëlla. Dhe janë, ke Flogetin Di që dëshmitar? nuk dalin atje. Unë di që s'dalin më. Edhe unë. Ore, mbase në gatron Franca. Nuk e di janë Franca ligj. ka, lajt, Franca Edhe një, ka. atë foto nuk e pam në vllaj. Po, Petit, jepa, se jepa pam çore. në- Zotri. Okej, ishte E jepja më kalon. Okej, më rregull. E kali ju Italia. Shumë mirë. Nxirë shik. Franca ka konceptin e laicitetit të çan. Franca ka konceptin e laicitetit negativ. Ka plot vende në Francë që falesh. Nuk do të thotë gjë kjo logjik. Po edhe në Francë ka vende që Po lejohet. po ngatrojmë religionin me politikën. Përplasja kulturore, po pra, përplasja kulturore midis krishtërimit dhe islamit ka kohë që ka rënë. Politika në vetvete është e lidhur. Italia e quan veten urgjise midis lindjes dhe perëndimit.
Ne jemi i vetmi vend lidhës midis lindjes dhe perëndimit. Tani, në qoftë se ne do të duam... Unë flasë për formën, sebi mi iku. Më falë, janë Unë dhe në ka një park... ndryshim në formë. Çan, janë në Po park... foton e pe? Janë në park, jo, më falë. Jepe më foton të shofit në burginë. Dhe nuk manis. Jepja më dha E bukur është që ashtu manis. Këtu më këtu, që s'manis foton? Më falë, o Çan, janë në park... Nuk janë sekrete foto, më i gjitha dhe unë. Nuk s'manis foton? Janë në park... Do trej, ajo është lehtësisht e gjetë. Nuk e dua për vetën, e I dua për gjitha njerëzit. unë, mërë ta them unë, Orian, do gjosh më burë. Janë në park, po më gjo pra, nuk janë në pjacë qendrore, janë në park dhe janë brenda pallateve. Ja, janë brenda pallateve, ja urdhro, dhe në park, brenda pallateve. Kjo është foto që provon këtë i them unë. Po pra, Unë po them faktin, pastaj se kë provon... në sheshe unë kam... Gjithandej luten. Debatet në sheshe nuk ka dhe këtu të ke drejt, unë ta thash, i qëndra argumentet. Unë më merem, jo a duhet apo jo. Da ju më thoni që bë pyetje, thot ky. Për Europën... Unë se kam pyetjen a duhet apo jo. Përgjigjem vetëm pa Unë e kam te gjeografia, te lokacioni. Se ti themi pak gjërat pa sarkazm, se ndoshta si kuptojnë njerëzit. Por nuk ka rëndësi lokacioni, fare në jetën tuaj nuk. Po, Pra ka një ndryshim midis një zgëqi mes pallateve, Do- një bulevardit a do me lejosh? Apo ju shurtore në dy rastet. Shur andej, shur këtej. Ma thuaj si është e vërtetë. Do më lejosh të them Ka diçka? një koncept estetik që ndryshon apo jo valla? Ka koncept estetik. Ka. O Arian, dëgjoj tani. Ka një diferencë edhe not të burrave varet në qoftë se ulesh te Oxhaku apo ulesh në fund. Po ha pra. Dhe rëndësia është varet ku ulesh. Se filloj me kalorësit, ky më tha me kryqëzata. E parë. Çfarë ka me më kryqëzata, unë E tash dyta- gjë tjetër fare. Unë të thash jemi autokton. Tani doni Tash gjë kryqëzatat fare. doni edhe ta Unë të thash jemi duke qenë autokton fale në qendër për dalë të gjeografia që deshit ti. Po nuk deshet ta dëgjosh Më atë. fal progres. E dëgjova më burr. Po ajo ishte më e rëndësishmja. Po jo më valla, sepse unë kam të ndërlidhur me BN mor zotri. Pra, Mor zotri. për BN, Po merrem me vetvete me shpjegoj edhe Shqipërinë. unë zotri. A mundem? për Por e BN. pyetja është, më fal o ti. Po ja, BE-ja, a ndikohet që Shqipëria është muslimane? Jo. po, mor po. Jo. Po, Atëre, mund debatoni Mund bashkë. debatojmë Mos të shih bashku, mua. jo. Unë e thash, Mos të shih mua, jepi atij. Okej, jo. tani, prandaj ja thash dhe pyetjen, Se po. prandaj ja thash dhe pyetjen më herët Indritit, se unë e kisha përplasjen me Indritin, Okej. kur i thash Rama që ata e thonë është burr i mirë, për ty me që e thotë Europa është burr i mirë. Po ka vajtur Rama më dhe me brekushe, me identitet Pra, islamik i veshur. ku e pata unë thelbin? Unë mendoj se, prandaj thash dhe të tjetrën, që për ato Europën, vetëm fishta ka guxuar të flasë, që duhet të them që një ditë pasi ndodh ajo që ndodh në atje, kur ata shohin, dhe prandaj të mora dhe shohin në Bruksele kështu me radhë, njerëz që falen, për ata do të thotë lindje vlla, jo perëndim. Dhe për ne, kjo që ne përfaqësojmë edhe unë dhe Marsidi dhe ti, e më the tash, është një kresh, një përplasje me Europën, e cila do të na kushtoj dhe jo më kot ndoshta politikisht Rama shkon atje dhe luan stik. Hajde ta diskutojmë. Po nuk ka të bëjë me Është fen. kulturore, është estetike, Nuk është ka të bëjë gjithçka me fen, më. fare, zero nuk ka të bëjë me fen kjo. Ata, si qytetrim, si kulturë, si koncept, ata e trajtojnë lindjen ndryshe, që nga forma se si i shohin, që nga mënyra se ku i pozicionojnë të bëjnë qiqin apo të falen, e gjitha me radhë. dakord, këtë mund të debatojmë. Kjo për neve është një gep, kjo nuk do të thotë që unë t'i them nënës, gjyshës, motrës, familjes time, bëni të kështerët na marrë Europa, më nuk po ju them, unë nuk marr guximin që ja them këtë robëve. Po unë po ju them që po, ata, neve, na shohin si mish dhije dhe na shohin shtrëmbër. Kadereja, një brillant i vepar që kanë ngritë debat para shumë viteve që se e mbani mend. Ta diskutojmë tani Po, këtë. ja, ta Tani ka një gjë, vetë Bashkimi Evropian e ka bërë këtë kërkesën për të antarësuar këtë Shqipërinë dhe këtë Bosnjën dhe këtë Maqedoninë dhe këtë Kosovën. Jo, është e kundërta. Këto vende kanë kërkuar të antarësohen. Kanë kërkuar me si është ajo, ka qenë komunizëm me iniciativë nga poshtë, miratim nga lart. Jo, zotri, jo. Jo, nuk është ashtu. Nuk të lutet BE-ja të futesh. Jo, nuk të lutet BE-ja, ta flas. Kroacia është muslimane, BE-ja Bullgaria është nuk muslimane, të lutet. Malizi është muslimane. Edhe Serbia është e krishterë dhe nuk është BE. Si ka mundësi? Serbia është e krishterë, nuk është BE. Moldavia është e krishterë, nuk është BE. Po mos ngatroj një konjunkturë, se ti e di mirë atë Po që pra s'ka të bëjë me fen në Pra, rastin e është atyre. konjunkturë, funksionon Në rastin e konjunktura. atyre. Në rastin Do tonë, thotë që në BE funksionon konjunktura. në rastin Dhe jo feja. Po deri tani nuk kemi një rast pra, dhe prandaj Tani po ka një gjë që unë Deri do preferoj- momenti po flasim ne
në BE nuk Arjan, ke një unë shtet me ndërprej- mazhorancë Arjan, unë- islamike. Pik. Nuk ka se të pak shtete Unë më herët po ironizoja duke thënë ata do thyen një tabu për ne. Po, Tani them kush e unë. ha këtë? Ju Kush e thoni, ha? një gjë. jo pra, po Indriti nuk ishte i dakord me pyetjet. Ne duhet shtuar ta- pyetja ndryshe. Po. Pra të bëjmë emision tjetër. Le të bëjmë Unë s'jam tani- përgatit për emision tjetër. Ajo Ideja është është kjo. përgjigja që ka ai ndaj pyetjes. Po ideja është kjo pra Pëlqen tani. pyetje. Ne duhet së paku ta diskutojmë. Po atjetër. Pra së paku ta diskutojmë. Nëse flasim 4 vetë në të njëjtën Ke të kohë, drejtë. kjo nuk është Jo, ke të europiane. drejtë. Po vetëm, a diskutimi, a mund të mbështetet? Mund të mbështetet mbi një tull që e kemi të gjithë? tull është diskutim. Po, pra, se po mi ikë dhe tullat tjetër, s'ka më debat. Aty ku më ndërpreve, Jepi. Bashkimi Evropian ka dashur të anëtarsoj vetë vendet e Ballkanit. Unë të kundërshtova, thash jo. Unë po të them që është po. Janë këto vende që kanë Po të 30 them që vjeç, është po, më kanë lejo 30 të vjeç që kanë mbaroj. kërkuar të hyjnë. A është vërtet Arjan, apo jo? më lejo të mbaroj dhe të them dhe unë argumentit Po tim. mos themi gjëra që nuk janë. Jo. Perëndimi, jo vetëm që i ka lutur për të futur, por ka bërë dhe luftë për t'ja marrë lindjen Bashkimit Sovjetik dhe për të vendosur flamurin e vet. Dhe ju është thënë, ditën e parë politikanëve të vendeve të Europës Lindore duhet kërkoni ju që ta anëtarsoni tek ne. Se bën këti kërkesë, ai po bë ka procese se bën kërkesë ti, kur s'to do dhe kur nuk ka interes. Pra jo që i ka ftuar për të futur dhe ju ka thënë elitave politike ju duhet kërkoni dhe të shpallni anëtarësimin BE si një interes vendit tuaj, por ka bërë luftën e ftohtë për t'ja marrë Europën Lindore Bashkimit Sovjetik. Kjo është pak historisht e vërtet. Është bërë luftë që t'i marrë shtetet, burimet njerëzore, burimet ekonomike dhe gjitha llojet e burimeve të tjera. Pra e ka bërë Amerika me shtetet e Europës. Pse Turqin nuk e Me fusi? Turqinë nuk kanë rënë dakord Ja, pra, sepse ta bëj ta pyetja them tjetër, po mbledh të bëj unë. Ta them pyetja. unë. Po mbledh të bëj pyetja. Me qenë se Atë isha diskutojmë. unë në modin e përgjigj. E pra. Okej, Se Turqisë po e të fusin përgjigjem atë unë. thotë ai. Pse pra Turqin nuk e fusin nga që është islamike, me zhërancë islamike, po thuajse e gjitha, apo nga që është fuqi e mesme i konkuron Francës? Nga që është fuqi, në negociatat midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian, që kanë qenë me degata të tëra, pikat që kërkonte pala turke kanë qenë njohja e zonave të influencës në Ballkan dhe në Afrikën e Veriut. Dhe në çështje të tjera, pra çështje rivaliteti dhe shtetet e Bashkimit Evropian nuk e kanë pranuar. Ivo, që ti për bëjmë arsye rivaliteti. shkurt argumenteve. Po. Flogera, të lutem, debat nuk e bën nëse se ke mendjen. Jo, e kam. Tani, për BE, në lidhje me çfarë ka thënë... Pyetje tjetër para që mos ndërpres ta. Ti Ja, përgjigjem ja s'u them përgjigj. diçka. Më falni, Marokut. A doni ti ashtu? Po. Ta ndihmoj bisedën. Marokut. Pse ja hoqëm me erdhë pse vin mesazhe të Po, Vietnamin po në ti rrjet? përgjigjem mirë Flogertit pastaj mesazheve. Po Forgeti nuk bëri pyetje. Jo, ti përgjigjem debati çfarë tha me cilën nuk isha dakord. Ta lexoj këtu unë dhe pastaj. Lexoje, pati. Marokut pse ja hodhën poshtë kërkesën për të antarësuar në vitet 2000? I është bërë kërkesë. Po. Ka bërë kërkesë Marokut, antarësohet në BE. Pak njerëz e dinë këtë, s'ju intereson. Publikisht thanë që gjeografikisht Maroku nuk është në Europë. E thanë publikisht. Dakor. Po Gjeorgjia dhe Armenia, a është në Europë? Ato në fakt ndodhen në Azi. Si qëndron kjo punë? Çështje interesash. Është çështje si në rastin me Turqinë, çështje interesa. Sa, në qoftë se një ditë ta shtojmë ndryshe, Shqipëria nuk do bëhet pjesë e BE-s, do i thonë jo. Po. Unë sigurisht nuk presja ta thonë nuk e futëm sepse është vend islamik. Eksakt, ja pra se këtu duhet Nuk do e thonë kur këtë gjë. Bravo. Dhe Këtë debat të bëjmë. prandaj kënaqësia ime është të bëjmë një debat që nuk do e thonë kur publikisht. Po, le ta bëjmë këtë debat. Tani, Bravo. Gjergj Fishta Më ka në thënë, fund besoj më ndoqja apo jo? Gjergj Fishta ka thënë atë shprehjen për Europën sepse ka qenë emocioni pas konferencës së Londrës. Shumë mirë. Dhe mënyrën se si e ndau Europa. Në një kontekst tjetër mund të thuhet Në sërish. kontekst tjetër. Në kontekstin e sotëm nuk kemi asnjë arsye për ta thënë. Pa ju thoni, a je dakord kur marr takos sot për Edi Ramën që është burr i mirë? Jo, nuk jam dakord që Edi Rama është burr i mirë. Ja, këtu është- Ama s'është kuptoj debati. diplomacinë. Po për një vali Do sekondë. më thënë, kuptoj diplomacinë që diplomatët do të të bëjnë dhe komplimente. Tani ti kupto dhe i gjë tjetër, që ata... Kanë vendime politike, nuk shpërbëjnë fal, jo, takosit më po rritë feja unë. Ata nuk kanë për ta thënë shëndet, ke vërtet. Të gjithë e thonë më në ZM, në Europë, Jo, jo, në Parlamentin Europian, publikisht, mo, publikisht, në Komision, si propagandë. Sarkozia ta ka thënë publikisht, nuk mund të bërim pjesë të klubit të BE-s një vend islamik. Bravo. Jam neve mirë mbanon. Tani, shumica- Tani këtë të vërtet, vëlla, shumë njerëz e marrin dhe nuk e lënë më njanë se nuk ekziston. Shumica- Ajo është e vërteta, zot. Arjan, shumica Ajo është e vërteta. shumica Shfaqet se i bën- e burokratëve Për dhe e arsye. politikanëve Ç'më shikon ashtu? do më gjosh pak o Arjan. Apo s'të intereson fare kjo? Intereson, mos më intereson. Jep. Më jep Po do pak, më pyesësh ta them kam mendimin tim. nevojë për përse? vëmendjen tënde. Ti jetë poshtë në laps të burr. Jo, më pse jo dha Se poshtë. nuk është çështja që të Arjan. intereson, pra prandaj jepi. Europianët, Ja të paroj Flogjet. propaganda europiane, mos bjerë prej provokimit mërës. Jo, më jo. Dje ka qenë brillant, ë? Edhe Propa- sot. propaganda Edhe sot. europiane Jepi. nuk do ta thot
aq trosh sa Jo, nuk e thot zyrtarisht më. Sarkozia, Nuk e thot kur, zyrtarisht më asnjëherë, po. por ne dim mërzitet myslimanët e ne vetë që i dim kanë që votuar. siç citon Marsidi ata të antikitetit, gjua është bërë për ta fshehur të vërtetë. Jemi dakord. Dhe arsyet për cilat ndodhin disa gjëra nuk thuhen kurrë. Për shembull, kur ka goditur SBA-ja Irakun, e goditi për të transportuar demokraci, jo për të marrë naftën. Nuk e thonë kurrë, po kupton? Pse na kanë futur në proces të antarësimit? Meqense se ne që kemi vend musliman, Na kanë ata nuk e futur, pranojnë. mirë the pra, Turqia mirë ka pra. 10 vjet që është Po, proces. pse na kanë futur në Po këtë ne proces? kemi ngelur në proces, ky është Po problemi. pse jemi futur në proces? Nëse Edhe do ishte Turqia ajo ishte po, futur në po, një proces. sekond. Se duhet një mash për të bërë një Dakor, luftë pra. nervash Dakor, nëse ti po thua, geostrategjike, por kaq. nëse ti po thua, Por jemi kaq, vend ne jemi gati, Marr. Rama ka shkuar gati, Lakuriçat, je i ka ulur po turret, pa veto, pa asgjë, dhe ata thonë, okay, do ta shohim dhe ky është një variant. Pra ne jemi gati, Ka ju një japim gjë. gjithçka dhe ata Nëse nuk na ti po marrin. thua, Dhe nuk na po, marrin jo po, se janë po, kupton. ta që falen aty. Jo, Po më se bërë, janë çfarë ata, kanë se janë ata kulturalisht Nuk po kupton, dhe nga gjitha Nëse nuk na aspektet pranojnë, mos durues të Roger, kësaj gjës. Bravo. Ka Jo, që ke gabim. Nëse ata nuk na pranojnë se jemi vend musliman, nuk t'i hapin negociatat fare dhe thonë... Se janë po Turqisë më të tri kanë Fal, pesë herë. Se kanë problem për vend musliman në Çfarë do të Turqi. thotë hapi negociatat? Por pse të kanë ftuar për të futur nëse je vend Atë musliman? kanë futur më. Se, po pse të Se kanë kjo ftuar? është çkosh në dasëm e të të mbyllin derën. Ndritur, të bie argumenti. Jo, nuk bie argumenti fare. Pse kanë futur kanë hedhur 100% miliona dollar Pse kanë futur Turqi në negociata ka kaq kohë dhe nuk Ka një e gjë pra pranojnë. Turqia është çështje e rivalitetit politik. Nuk ka mbyllur procesi me Turqinë se është vend musliman. Ka disa arsye pra. Po ka një arsye që Turqia ka Ata e kërkuar thonë gjithë nën tavolinë, mo, nuk e thonë asnjëri Po çfarë publikisht. thonë nën tavolinë se varet se me këtë takohesh? Me njerëz kanë udhëhequr shtetet europiane Cilët e zotëri. kanë udhëhequr shtetet europiane? Se mora një shembull pra. Por e mund të ketë radikal Por po brenda. të ulesh sot me Emmanuel Macronin, me këtë gocën simpatike, quhet Emmanuel Macron, Po, këtë okay. burin më fal. Po. Po të ulesh me këtë vëlla nëpër tavolina, se i shpëtojnë gjëra Po. atje, ba. E thotë këtë gjë. Po, këta nuk Publikisht bëjnë ta thot politik kur. ta. Sepse ai A mos duan dhe këta, Arjan? e votuzve. Arjan, a mos duan dhe këta të fshehin interesat e përplasjes politike duke justifikuar me fe? Pra ky Macroni që thua ti? More deri tani. Mos duan këta Ore, pyetja ime të përdorin fen për interesat e tyre E shikoni pra që që po vini- përplasen? e shikoni pra Po që vim tek debati debati, i pra, vlefshëm. vendosëm që të bëjmë debat. Ne po e paraprim debatin, ne po e paraprim. Ne po i paraprim Në Europë ky Tani debat ekziston, në Shqipëri nuk bëhet. Pyetja është e thjeshtë, pse të ftojnë nëse je vend musliman? Sepse thua nuk e kam prioritet. Ta thash pra. Të ftojnë të lënë të dera më Pse për të të lënë të dera? Çfarë ju duhesh të dera? për E ke lojë kërkuar ti geopolitike. faktura ata, Nuk e ke kërkuar ti, jo, nuk e ke kërkuar ti. Komplet. Jo, jo, Nuk e ke kërkuar ti. Ore, për lojë geostrategjike që e ka shpjeguar edhe mbrëm Lojë Sebi, strategjike mos kundër gabofsha Maqedonin, e tjera konjunktura, por në finale na po, kanë të marrë, vetëm për lojë na strategjike. kanë marrë, po më vetëm të japin pak bukë të mbajnë aty. Po. E kupton? Që mos Dhe vesh pastaj kur dhe vjen Vetëm për me- faktin me që je Rusinë. musliman. edhe për faktin Po që për të tjerat. edhe për të tjerat, Po, por sepse kjo të tjerat është kanë një bërë arsye pa shpallë. Fal, ato që politika thot, unë i marr me rezerva. Po, pra. Ato që nuk thot, përpiqem ti divulgoj. Faleminderit, dhe Roger. Ti po thua që ne E nuk prandaj po bëhet Se kam debat thënë të kur. sonte. Tani të Pra, bëj pyetje. Ti s'po merr pjesë, po shumë ka Kam pjesë, vetëm një është pyetje. erë për ti. Jo, kam një pyetje për debat. ti. Pyetje dhe Nuk përgjigjem. Indrit. Shkunduri, se Ti mendon që kjo që unë them është një gjithë të gjëra që ke arsye, lexuar në apo jo? vend të Jo, nuk e mendoj. Hidhje këtu sot. S'është fare? Nuk e mendoj. S'është fare. Shqipe komplet. Se ka një gjë, domethënë. Do ta shohësh emisionin do Që t'jemi kuptosh. fal, që t'jemi të ndershëm, ne do të themi që në rastin më të keq, në rastin tënd, dëgjoj Floger. Kjo që thua ti, mund të më thuash ti mua, mund të jetë një arsye, por është minimal. E thamo, është debati Tani, orës 2. unë kam vetëm një pyetje, me që kjo është një arsye minimale, e vogël fare, atje me 2%, si ka mundësi nuk thuhet kurrë më burr. Se mua Ne je marrë me çështje periferike fare. për çështje kaq sensitive, jam shumë i habitur që Europa nuk flet kurrë valla. Dhe ndërkohë, muslimanët nuk i trajton mirë ngjirin e saj. Ore, pse Lagjet Europa- në Gjermani që janë turq, janë të mbyllur si rinë turq. Se rumunët i trajton mirë në Itali. Rumunët i trajton mirë. Janë racistë një lloj tjetër, por amat Jo, e fe janë nuk ka të sensitiv. bëj. Shiko çfarë ndodh. Po pra, Të të përgjigjem tani. ja pyet Sebin se ka Më fal Indrit, se sot u bë çik lëmsh emisioni, urkojnë djetë. Pa e bëm vetë lëm. Ishte fajin. Po s'ka gjë. E mbaj unë, e Le- mbaj. le bëm vetë. Moderatori ka fajin për kur gjërat nga ndonjëherë bën me zhurmë dhe me Nuk ka problem. Është fajim e bëra sot me kast, e bëra me qëllim vëlla. Mi më lejohet, nuk është se E kam kemi bërë diçka për herë të parë, se unë zonë isha njëri që dëgjoj. Sot e bëra me qëllim vërtet. Po të shkoni në formë, sot. Jam? Çani, Po le jo, duhet të ikim pra. qetësohen dyshek.
Po, duhet qetësohemi pak. Po Marsidi dhe Sebi do të flasin. Marsidi foli. Eftova Sebin dhe tani që pisi. Sebastiani vetëm më qesh nuk e di ku do të dali, po unë e Ai pres. është i bindur që këtu s'ka debat, vëlla. Nuk folëm, debati thash mendimin tim. gëllon, nuk ka Do debat. ti në rregull. Sebi. Unë s'ka debat. Unë jam i bindur që s'ka debat. Kjo për mua është një pyetje e madhe për Sebin sot. Është më shumë politikan Sebi se sa... Duke e ditur, Ndritjes amatore, po. dijen që ka. Jo, jemi s'ka debat. drejt, jo amator. Unë sot Ballë mos Po kompetencën e deshe Sebi. përgjigje. Temat rrezikshme. Lere vlla, është emisionin, do fillosh, do ulumtosh, do thuash mos, pas kam Nga gabuar. leximet që kam bërë, Prit bëjmë gjithë nga ato vendet të që kam jetuar, këtu nuk ka debat. Unë nuk bëhem as ekstremist shqiptar, as ekstremist evropian. Unë jam shqiptar, Ti mendon që janë çështjet e ekstremit do? po, janë Unë them që çështje janë tek. Ja, për Arjani këtu thot janë racista europianët, thot, pas ka plas debati në YouTube. Por unë të them po bëhet na me burr, unë prandaj hoqa Pacollin, hoqa Pacollin dhe hoqa edhe një çështje tjetër që Velien. kishte sot. Edhe Velian që mund të shkojnë, mund të rikthehet bashki hoqa. Sepse po bënin protest në YouTube, apo them, te Zonë e Lirë Official në YouTube po bënin protest. Revolucion. E hapa dhe kishin bën kështu duar, ato vinin nga këto çan. Mua më komplimentojnë. Pita Ulinës ktheu Mua te kjo. më komplimentojnë, më thonë për herë parë ky miu po flet tamam. Urdhë. Sipas Po- sipas Sebit, se Marsidi mundohet të jetë brenda, po nuk është akoma. Sipas Sebit nuk ka debat. I ndrit dhe falenderoj që po përpiqet i shkreti i rrethuar nga të gjithë ne të flasit dhe nuk po e lëm, dhe falenderoj Ndritin për durimin që ka. Unë i kërkoj Po, ndjes. kështu janë politikanë të rinë, fillim janë shkret, pastaj s'lën të flasësh ty. Unë i kërkoj ndjes e te prova pak. Le të bëjmë xhiron Doreland, qetësohemi pak se Marsidi dhe unë kemi nevojë të flëm pak mbas ditën një Po do. Marsit, pipaku jo Marsit se s'ke pi fare mbrëm. Si i thënë Atletikut. Pije pra. Apo e ka vendi aty. E ka vendi, e ka. Merrni dhe një ujë se lidha me vete në dyshek, kur të shtriheni në krevat, mbani te kokë komodinës, her pas here pap nga pak. Tani dëgjoj, nuk ka dhimbje qafe dhe dhimbje mesi, nëse nuk ndroni, pra, do keni gjithmonë dhimbje qafe dhe mes nëse nuk ndroni dyshekun. Dhe Dorelani ka gjithçka të bëjë me gjumin. 55 vjet përvojë, super brand italian, 2000 dyqane në gjithë botën. Dakor? Mos e harroni këtë emër. Në qoftë doni ndryshoni jetën dhe cilësinë e jetës, shkroni ndryshoni dyshekun. Ju dini shumë mirë. 5 orë gjumë, 5 orë, po e bëjni të sakta. Dakor? Keni urjet pa para dhe pak ditë vazhdon. Mbaron muaji i Dorelanit, është ditëlindja këtë muaj. Maj është ditëlindja e Dorelanit, atëherë është hapur, atëherë ka lindur. Në Shqipëri po flasim. E gjeni ose te rruga e Kavajës përballë Deri Orgjit, është e thjesht fare, kompleks Deri Orgji, ose te -1 këtu në Teg, ose te qendra tregtare Prestige Home në autostradë, kilometri 12. Dormire bene, vivere meglio, të flesh mirë, të jetosh më mirë. Bravo Dorelan. Festeggia, ç'a thot? Festeggia con noi, po, festeggia con noi, po tamam. Buon compleanno. Dore, festeggia con noi. Per te un sconto 50%. Ledio, do të ikim prapë të bëjmë xhiro apo mirë jemi? A Ledio? Ecim. Ecën dhe pak. E, kjo ecim është e papare, por e thëmë nga njerëz që më thonë, ecim. Rikthejmë, Më mirë ecim se ngecim. bravo, rikthejmë prapë te kjo, te Bajrami. Gëzuar Bajramin të gjithë ju që po na shkoni tani, një debat i papar në studio, falenderoj Ndritin dhe Flogertin, shumë të apasionuar pas debatit, Sebi është sonte komplet jashtë loje, po s'ka problem, një ditë po, një ditë jo, dje ishte brillant. Marsidi nuk po kuptohet akoma, nuk po e nxjerr kokën, Marsidi është tmerrsisht i zgjuar. Dhe po donte Marsidi ngritë pikpyetje të mëdha për këtë debat, nuk do t'i ngroj, për arsye që ju mund t'i imagjinoni lehtë ose jo, shkruani reagimet tuaja në Totus. Unë do lexoj pas pak komentet. A dhe reagoni në YouTube te Zonë e Lirë Official që Ledio e nxjerr në ekran, bëni ju subscribe. Ne po dersitemi. Nuk ju vjen keq për ne? Bëni ju subscribe. Nuk më do më? Marta? Ku e lamo dha që ndërpreva unë? Se duhet ndërpres mirë pasere. Ku e lamo, Flogert? Po diskutoje me Sebin, në lidhje pse s'ka debat. Po Sebi tha nuk ka prandaj, shtife më Sebi. Nuk do, burr. Nuk do, më Ti përmend Kadaren. Mua më ka të pëlqyer Recep Qosja te replika. na urdhë. Tani çfarë? Ndërkohë nuk thot që Kadareja ka gabim. Se mund thot Kadareja ka gabim, nuk e thot. Qosja më. Duhet me qenë korrekt me Kadare. Ore, më fal. Mua më ka pëlqyer Qosja. Për mendimin tim, Kadareja ka bërë një sprov shumë interesant. Mund t'ja kujtojmë mirë Ka një sprov për Islamin në Shqipëri dhe për Krishterimin. Po Se njerëz duke mbajmë. Kadareja ka një tezë që thot rikthimi në fenë të parëve.
Po dhe argumenton, apo se mban mend, se mund t'ja mund t'ja elaborojmë pak. Ne e thot kemi humbur Evropën. Feja e të parëve në Shqipëri janë paganët, me thënë të drejtë. Opa, Iku. E kupton Iku te paganët, mbaroj historia. Mbaroj. Kadareja e zgjedh datën vetë. Hajde ikim qesin ato akoma me 4 Tani tonë. a do ta them, tani a do ta them çfarë? Por e dakord mo. Ai shkreti ka Kadareja tezë që nuk vetet e paganët. Ti thua, jo Ismaili, ke gabim Kadare. Duhet shkosh te paganët. Po ç'munduri mo? Je sofisti pa parë, për lere. Je ta bën protagonist. Kadareja... Por unë kam për një tezë për luftën në Ukrainë, vlla. Dakor? Dhe rolin e Europës, e Bashkimit Evropian. Sebi më thot, jo Arjan, kjo teza jote bie, pse s'ke futur Iranin, mos e kam për Iranin, e kam për këtë. I vikën te paganët, ore Kadareja, vlla. Po pra dhe unë po them më Lere paganët. përgjigj. Ore, a ishte replik tani? E ka gabim. A ishte replik? E ka gabim Kadareja. Por ti zotri. Ishte replik. Replika është midis qoses dhe Kadares. Jepi. Mua më pëlqen qosja, ka që thjeshtër. Po, Kadareja ja fut kot. Më rëzo Kadaren. Po pra, E shikon pra? sepse Kadareja thot Jepi. një gjë shumë të thjeshtë. Ah. Do kthehemi thot në fenë e të parëve. Pyetja është, cila është feja e të parëve? Do kthehesh në 1500 me Osmanët, do kthehesh në vitin 1000 me Bizantinët, do kthehesh në vitin 0 me Romakët, 400 me Romakët. Si pas teje ku e ka Me fjalë? kë do kthehesh? Por ke ka fjana Kadareja? Po pra, Te e ka, se je thot. Kadareja dilte te tregu i rrobave të përdorura në Francë dhe gjente ide të përdorura. I merte dhe i blinte. Dhe gjente ca dhe thoshte, në Siri, në shekullin e 8 është hapur beteja për çështjen krishtërim islam. Duke thënë këtë lloj gjëje, vinte dhe thoshte, ne thoshte duhet kthehemi në fenë të parëve. Po pse do Ja fuste kot Kadareja. Po jo, nuk po them ja fuste kot apo plot. Një personalitet si Kadareja nuk ja fut kot. Kadareja kishte... Që konstruktohen me inteligencë. Kadareja kishte një tezë dhe Kadareja kishte të drejtë në pikpamjen e tij, sepse Kadareja thot, ne thot jemi pjesë e Evropës. Ne jemi pjesë e Evropës dhe si musliman, nuk jemi vetëm si të krishterë katolik që donte Kadareja. Jemi dhe si ortodoksët ku i kemi ne? Apo e caktojmë ne në vitin 1082, se 1081 ka qenë ndryshe. Kur ndodhi skizma para skizmës. Kjo lloj logjike, po pra një sekond pra. Kjo lloj logjike është logjik për mendimin tim, nuk më pëlqen. Mua më pëlqen përgjigjja e Recep Qosë. Se më kjo është analiza e më pëlqen mua, s'më pëlqen mua? Po pra dhe një... Se më këtu e redukton analizën? Ore, qytetarët le ti lexojnë të dy. Shqiptarët... Jo, fjala më pëlqen mua më rëzon analizën, vlla. Pse? Jo më pëlqen mua, por ne këtu s'po flasim për, ne nuk po flasim që të kam nxjerrur ty një pikturë dhe thua nuk më pëlqen mua kjo. Recep Qosë Debati s'është po pra dhe Recep Qosë i thot Kadares, zotri i nderuar. Si thot nuk më pëlqen mua. Mundohet t'ja japi argumente të kundërta. Po pra i thot, zotri i nderuar, shqiptarët nuk janë nga Vermoshin Konispol siç janë kokën tënde. Shqiptarët janë në të gjitha trojet shqiptare. Dhe kujdes, thot njeriu që quhet Ismail, ai Recepi. Po pra njëri Ismail tjetër i Recep. Pra. Dhe ky Ismaili e ka bezdi pse e ka emrin. Është naiv ky Ismaili thua ti, që e lëshon këtë tezë. Shumë naiv është. Shumë naiv. Pra, sipas teje. Shumë. Se me idenë e Ismailit, kur bëjmë me Kinën, do bëjmë gjithë konfucianistë, se kështu i bie tani. Me Çiçen ka do futemi këtu, ne? Ne jemi një pjesë, ne jemi. Po pra, se kështu i bie tani. Po pra, dhe si pjesë e Evropës, ne jemi pjesë e mozaikut. Europa që Europa ka qenë e krishterë, mo ka qenë. Është akoma. Çfarë thumë si do bëhet një ditë muslimane me arab plot, Andaluzia ka qenë me musliman me arab plot. Po janë zona ato janë klava të vogla. Çfarë janë klavash më historikisht më kështu ka qenë. Janë shtyr, si janë shtyr, janë shtyr. Është shtet me fetë shumicë islamike apo jo? Spanja është vendi që sot e nderon më shumë se çdo vend tjetër trashëgiminë e vet islamike. More këtu përgjigjem molla. Janë vende me shumicë myslimane këto vende apo jo? Se në këtë debat e janë vënë me shumicë ateiste. Çfarë do thotë kjo? Si ateiste? Po janë të krishterë. Franca e ka shumicë ateiste. Norvegjia e ka shumicë ateiste. More kulturalisht, peizazhin e tyre kulturor dhe urbanistik. Është kisha mos zotrinë në qendër. Jo, s'është kisha. Nga e diti këtë që. Atëre debati këtu. Po ç'ë lidhje ka kjo tani bra? Është kisha në qendër në Europë. Për çfarë? Për çfarë është kisha? Atëre, stop një sekondë, jepi marsit. Se s'do bëjmë debat tani lat nambe ju burr. Realisht. Gjela unë duhet bërë debat me të ftuarit. Identiteti evropian është krishterë. Ta ndërprisja edhe këtë tani? Identiteti evropian është mendimi kritik. Tani do të bëj debat marsiti pra.
Ky është identiteti evropian. Të qenit e zhvendos identiteti evropian është mendimi kritik. Në bazë ato logjike Identiteti me që të pëlqen filozofia fillon me Kantin, me atë që quhet sapere aude. Fillon me një mendim, fillon me një kritik të mendimit dhe fillon me dashurinë për dijen. Po lere të flas. Po pra, po tani Po ndron premisën mos zotëri, ai po të flet për një tjetër. Ja dëgjoj. Për çfarë po ta ndroj? premisën? Evropa Po lere më të flasi, e fole më burr. Lere të flasi o burr. I pas ka dhemër kundërshtimi jot. Patjetër më vlla, sepse unë kur respektoj një njeri vlla, nuk e pra se thua më vjen keq ai mos marrë pjesë, unë respektoj shumë Sebin vlla. Jam dakord me dhe ty të pëlqen mendimi i Sebit dhe prandaj nga Prandaj o burr, dal nga ferra. E pasere çuditem që nuk vë gjëra ndyshim. Shiko, unë e kuptoj ndyshim. Jo, unë vë ndyshim reagimet e tjera tani. Çani e ka dhe mua pëlqen. Çani e ka që do të dalin nga ferra të gjithë, të dalin shesh. Dalim nga ferra, mor, dalim nga ferra. Dhe ty s'pëlqej kur Sebi rrit në ferrë, se do dalë. Do tanohet. Dhe kur e nxjerr me zorë Sebi nxefe, dhe unë e kam qef. Ore kam Problemi është ja ta them, mendimi, unë dëgjova pa tash. Filloj bërtas dhe unë të recitoj. Nuk dhe lëmë të ndërpresi, jepi masit. Teologjikisht është e vërtet që identiteti kulturor i Europës është kristian. Kjo është e vërtet. Dhe realisht kur përplasen dy identitete kulturore, ai islamiku me kristianin, o do aneksohet një identitet, pra do e përvetsoj këtë identitet tjetër, ose ky identitet i ri përvetson domethënë identiteti kulturor që është e kundërta e tij. Tani risku që ndjen në Europa dhe ky është shqetësim real dhe qëndron. Ka problemin sepse ka vënë re që entitetet caktuara, siç janë për shembull Turqi në Gjermani, nuk janë integruar, pra nuk janë asimiluar nga kultura europiane. Vazhdojnë po me atë traditë. Jo vetëm Turqit. Afrika Veriore. Afrikanët po. Dhe ideja është që ata e dinë rrezikun ose rrezikun që derivon ose që rrjedh, sepse në një problem, në një moment tjetër, sepse ata kanë studime, kush kanë më shumë linçëri të lartë, kush krijon familje, kush i mbajnë ponita dokë, zakone, e ndjejnë të rrezikun e humbjes së këtij identiteti. Po dhe është debati më sot, po ngrihet AFD-ja në Gjermani dhe Sebi nuk e kupton. Po pra, dhe kjo është bazamenti. Po ngrihet Le Peni në Francë. Po ngrihet Lera Orbani se iku, i bëri 4 mandate. Çeki, Slovaki ti e di shumë mirë, janë ca vende që kanë vënë kufi vlla për këtë gjë, duan të ruajnë identitetin e tyre. Ky është debat. Dhe këto parti, nesër do vinë ditë pushtet. Unë mendoj që ndoshta do ta thon publikisht të që ne po bëjmë sonte. Ndoshta do ta Dhe thon. unë do i them e ka gabim. Çfarë lidhje ka kjo? Marsid, mbaroj se do të lexoj mesazh. Dhe prandaj citova. Kish problemi ti themi ne ka gabim. Po më dhe unë do bëj qëndrimin tim. Apo ne të bëjmë debat. Po pra jo, dhe unë Se më unë kam vendi, e di kush është? Kaq naiv dhe delirant e di kush është? Ne keni gabim. E di kush është vendi që e meriton këtë lloj gjë, Polonia. Ha? Që ta quash si arealin, si vendi i cili me të vërtet ortodoksinë e kishte sipër, protestantizmin poshtë dhe e ruajti katolicizmin në fanatizëm. Polonia është vendi i cili i mbrojt këto lloj vlerash me të vërtet. Po që s'do flasim. Polonia mos duhet në lagje e vogël ti, se është një nga vendet më të mëdha të Europës. Po pra po. Po të gjitha këto vende që përmend, ai konflikti i Sarkozys me Turqinë është gjithmonë për çështjen e mesdheut, asnjëherë s'ka qenë për çështje fetare. Mbusha mendja. Unë ju ftoj të themi, mos ndoshta nuk e thon publikisht se e kanë dhe për këtë. Ja pa ta them, pra, ato kryqe që duhet të bëjmë, vlla. Është dhe kjo, vend. Arian, ta them ku është problemi i më mirë jo. Kjo pra është, unë jam duke fol, jam duke fol me nuanca. Ndërsa ti nuk pranon nuancat e debatit. Arian, ta pra sepse unë nuk heq dorë nga identiteti im, po të them edhe një herë. Po kush ta të heqësh më, po nuk po shtoj të pyetje, isha naiv, nuk është ky debati. Sepse gjithmonë debati do shkoj hiqni dorë nga kjo që të merrni këtë. Nuk heqni dorë. Por sikur të na i thoshin këto do ishte perë. Po kanë kaq kohë, do i bin maskat, po do thoshin, nuk e thon. Nuk e thon pra këtu është, se po të thoshin këtu do ishte perë. Kadareja këtë të thot pra. Kadareja Kadareja këtë të thot pra. E ka hapë të debat Shqipëri. Po pra, Kadareja këtë të thot. Fut edhe zoti Artan Fuga te në debat midis Qosës dhe çfarë thoshte ai Fuga zmatin qendrim? Jo, Fuga ishte me idenë që i përkasë më shumë identitetit europian. Ai ishte më afër Kadares. Po, ishte më afër Kadares. Kam një kundërshtim. Sepse merrte edhe idenë e shkrimit, idenë e gjuhës, idenë. Përshëndetje nga njerëz inteligjent, ai doja fjalën Indrit. Ta thash përfundimin. Jo, Floget. Dy fjalë, dy fjali. Po. Kur ishte Skutoni, që i ka ftuar atë kohë zoti Çili në Wet, i cili gjithashtu është dhe besimtar kristian, dhe një nga Roger Scrutoni është filozof i konservator më i madh bashkëkohor, dhe gjithashtu një filozof tradicionalist. Dhe në një moment që e pyetën një nga miqtë e tij dhe ti e njeh, që është i besimit musliman dhe që falet, tha, për mua Kurani është një nga librat më të bukur, po ne kam problemin me sheriatin. Pra do të thënë ai spanonte testamentin e vjetër, jo më kot ta fillova në atë lloj forme. Dhe tani me që po se edhe ti tu desh një orë të futesh në debat. Jo më po do ta thonë që në fillim.
Përplasja është e testamentit tash, i ri dhe i vjetër, se s'po të kujtohet argumentit. Jo, e mbajmën që e the. Me zore të shkruam. Jo, në thashë që në fillim. Përplasja midis kujt, midis Testamentit të ri, klubi krishterë dhe vendeve me shumicë islamike. Është përplasja që njëri grup do testamentin e ri, tjetri është testamenti i vjetër, pra rikthimi i testamentit vjetër. Kjo përplasje vazhdon të ekzistojë sot? Po. Atëre, Prandaj thash janë dy ekstremitete. mund të më thuash Shqipëria nëse hyn, kjo përplasje bie? Apo është vend aq i vogël sa nuk pjerr njeri për 2 milionë njerëz? Sinqerisht është problemi. Se mund të jetë dhe kjo orë. Shumica dalin, shkojnë një të premte, ta them realisht, problemin e Shqipërisë është problem për ata. Sepse ata e ndjekin dhe e dinë që tradita tamam besimtare muslimane nuk është se zbatohet nga kjo masiviteti që dalin e figurojnë. Pra jo të gjithë ata që figurojnë besimtarë muslimane në census, ose në disa të dhëna, shkojnë 5 herë në xhami, mbajnë ato tradita. Po kjo foto që dori sot që është mush bulevardi, valla. Po aty ka sa nuk flet shumë. Nuk flet foto asgjë. Për mua si ata bëjnë sikur ata nuk janë besimtarë, se unë besoj që ata janë besimtarë. Është islam liberal në Shqipëri. Unë zotri, e kupton sa njerëz ka atje apo jo më? Po më. Po nuk është më flasin për 50 veta, as për 100 veta më. E di sa njerëz kishte sot atje më. E di se ku vazhdonte këtë pjesë. Dhe ta thash, Ëndra çdo politikani. Ore, po mos çe kjo foto sot, vlla. Ti e kupton që s'do bëj afara debat? Ore, edhe një kur është kjo foto? S'ka një parti, s'ka një parti. S'ka një parti. Me simbole që s'ka një parti islamike. Ta hapim si debat, nëse ka kaq besimtar, pse s'ka një parti me Siç nuk ka dhe një parti të krishterë më. Po pse pra nëse ti me demokracia kristiane, kristian-demokratët, si s'ke parti të krishterë? Kemë parti. As quhet kristian-demokrate, demokracia kristiane. Ç'është kjo parti? Shoku Roko Kozalione. Po flasim për parti që, më fal, që të kenë rënë në terren më, për kështu thua ti, për parti regjistruara. Mund të gjejmë dhe një parti kështu. Mund është ky Osmani, më duket, ke shik Osmanin, valla. Po, partia. Më duket që ka shumë të fortë ai. Po, parti. Këtë pjesën islamike. Më duket e ka Osmani. Nuk e ka marr. Po, i ka shumë të fortë. Po. Ja ta gjeta. Ai mbas se quan partia islamike, se është i zgjuar. Po të shohësh. Po pse e quan demokracia kristiane dhe kristian-demokrate? Kush? Këto partitë e tjera. Manga Italia. Nikol Lesi ka pasur nuk. Problemi që nuk pasqyrohet në terren pra thua nuk kanë në tavolinë të vendin apo pritje. Ai kështu majti dokta se i ka votuar. Kur them Macroni, them Franca, mo nuk them Macron. Besoj se edhe Macroni duke njohur personazhin nuk i bën përshtypje fare, se po e mbushet. Macroni them Franca, more. A kur thua Franca duhet të ketë them kulturë, po pra e kam për te. Të shohim po erdhi Le Peni në pushtet. A pra. Ky është debati. Të shohim A do thot po. Kjo shfaqje na ndihmon s'na ndihmon? Unë më fal për modestin, me modesti sot doja t'ju ftoja në një debat që ka të bëjë me të ardhmen, jo me të tashmen. E ardhmja, me të ardhmen e afërt. Se po na thonë që 2030 do jemi brenda. Ta mbaroj çik këtu tani. Qeveria modestisht duhet të fusë një element. Debati vazhdon i jashtë për shumë rrjet nga emisioni. Më vjen shumë mirë, e shikon ti? E shikon Marsit? Pra nuk gaboj intuita vllaj. Ha? Modestisht ti sot ke qenë sofisti papa. Modestisht do ishte një nga avokatët më të mirë. Ndërkohë kam bërë një gafë të madhe. Se nga që jam vetëm nuk kam asnjë mbështetës në përveç Flogertit që më mbështet, po jo kam në kuptimin tim. Po Flogerti bravo, patëm. Mos ta ndoj Ania. Nga që jam vetëm dhe u mundova të kap kohën time se ma minit ju, e kupton? Tmerr. Modestisht duhet të fus sot Indrit një element të ri në diskutimin tuaj. Qeveritë aktuale në Berlin dhe në Paris publikisht janë pro-myslimane nëpërmjet ideologjisë së diversitetit që ata e shtyn përpara me zell të papartë. Ama kur Shqipëria të jetë gati për të antarësuar pa disa vitesh, në Paris dhe në Berlin do të jenë ndoshta parti anti-islamike në pushtet. Si bëhet në këtë rast? Tash i themi diçka. Parti anti-islamike të shpallura, këto PD-ja, Le Peni, flasim për Gjermaninë, Francën që janë kryesore, ë? Le ta ndihmojmë pak me histori këtë Jo me histori. Hajde bëhemi modern. Të merremi me tani. Le ta ndihmojmë tash, jo ta shpjegojmë me histori. Dakor, po nuk do na ndjekin njerëz. Ka diçka të bukur ai Xhvejku që thotë ideologjitë janë ngajherë mbështjellëse të interesave politike. Në këtë rast edhe feja është mbështjellëse e interesave politike, varet çfarë interesash ka. 30 sekonda. Kur Anglia u bë protestante, gjithë Europa izoloi. Dhe çfarë bëri Elizabeta Parë? Çoi njerëz tek sultani në Stamboll, tha, eja bëjmë aleancë, ndërtoj dhe një ekip për gjetur të përbashkëtat midis Biblës dhe Kuranit. Pra hajde ndërtojmë një platformë tani që ne themi që nuk jemi më kundërshtar, nuk jemi më kundërshtar, dhe por ne mund të gjejmë pika të përbashkëta në dy fetë tona, të cilat do të legjitimojnë pastaj interesat politike që kemi ne me njëri tjetrin. Sepse në atë kohë Britania ishte e izoluar. Edhe sot,
varet se çfarë interesash ekonomike, politike, të ndërlidhjes në shërbime dhe nevojash kanë ata për ty, që pastaj të t'japin edhe diçka që të kesh ti nevojë për ata. Pra varet çfarë lloj rrjeti dhe çfarë lloj, po them, të përdor një term, vasaliteti krijohet, që ti të jesh i domosdoshëm në projektin rajonal. Nëse ti bësh i domosdoshëm në projektin rajonal, të del këtu Islami i mirë dhe i bukur dhe i qytetruar, se ta bëjnë ata vetë, në vërtet kemi... E krijojnë ata narrativën, thodi. Po pra, në qoftë se ti nuk i rri çështjes së interesave dhe të marrëdhënies së interesave politike, që ata kërkojnë si në publik, po si në privat, në takimet me diplomat ose në takimet e shërbimeve, ta nxjin ata edhe nëse ti je mirë, të nxjerrin njolla dhe gjëra tjera ku të bëjnë të kesh inat veten. Pra, e gjitha çfarë bëm ne, është e bukur për të ushqyer një debat dhe për të nxitur debatin, pra siç kërkoni ju me të drejtë nga... Jo, debati ndërkohë shoqëri ekziston. Ne thjesht puna është, a e transmetojmë dhe ne këtu apo jo? Pra për ta ushqyer atë që ekziston. Mirë po, në anën politike, me qenë se po flasim dhe politikisht, kjo nuk ka ndonjë vlerë parësore. Ta shohim se çfarë marrëdhëniesh do të krijojë Shqipëria me Francën dhe me Gjermaninë, çfarë do të marrë dhe çfarë do të jap, cili do të jetë pakti afatgjatë me këto dy shtete, dhe kjo e vendos a do të jemi ne pjesë e BE-s apo nuk do të jemi pjesë e BE-s. Nëse ne gjejmë një pakt të mirë politik, ata vetë do t'ju thonë popujve të tyre me propagandë që shiko shqiptarët janë ndryshe. Nëse ne nuk gjejmë pakt politik, pastaj është jemi të nxirë dhe do të na sulmojnë vetë ose do të na izolojnë vetë. Pra, është gjithçka në interesin politik, ekonomik, të sigurisë dhe të shërbimeve. Pra, në këtë rast thua ti, debati që kemi ne sot, pra kjo pjesa e Islamit, është thjesht gjete fiku apo jo? Është debat mbi formën dhe jo mbi thelbin dhe përmbajtjen. Pra, ne duhet shohim ku janë interesat politike. Pse ta kërkon krimin organizuar? Çfarë feje ka? Kërkoj që forma është e vetë për përmbajtje sot, o? Jo. Çfarë feje ka krimi organizuar? Ai thotë hiqe krimin organizuar se mshet informacion. Nëse do të futet në strukturë, nëse ti do të futesh në strukturat e mia dhe ke krimin në shtet, unë dyshoj që krimi mshet informacion. Pra du njerëz partner dhe njerëz që të jenë të trajnuar ose të skeduar nga ana e shërbimeve të përbashkëta. Edhe në rastin e fesë është dytësore. Pra kanë halle të tjera në çështjet e krimit dhe të institucioneve dhe të ekonomisë. Me leje? Ta mbyllemi? Okej. Po, jo më nuk e... Religioni ka prodhuar dhe vazhdon të prodhoj identitet kulturor, vazhdon filozofi. E të bëj politik, gjithmonë, thot. Hap klapap, nuk është politik, vetëm ajo partjake, kujdes. Orë dhe flamujt, fal. Ore, edhe flamujt. Se ore, thot po. Dhe flamujt e shteteve janë element kulturës. A janë shumë syresh produkte religioze? Shiko vetëm emrat e personazheve të telenovelave turke që po u vënë fëmijëve sot, thot. Invazion kulturor si sot nuk ka ndodhur as në 500 vjetët e pushtimit otoman. Janë mbështjellje për herën. Prit një sekond. Sebi sot po më zhgënjen. Shumë rënd. Problemi është e kartolina që ne dërgojmë në Europë. Nuk po merret askush në studio me kartolinë. Është kompleks kartolina në Europë. Na ndjek ai se unë për kartolinën... E ka shuar në 23-26, po na ndjek. Po për kartolinën e shkret fola pra, që thash, ata legendat do e grisin këtë kartolinë dhe neve me gjithë. Nesa duke ka mesazhi se s'ka qenë dakord me Sebin. Janë zhgënjur fansat me Sebin, po. Unë mendoj se kur e ke emrin Kadri dhe merr 400 euro rrog, je personi pa pëlqyer dhe je një musliman i cili je i poshtër dhe mund bëhesh ekstremist. Kur e ke emrin Kadri dhe ke 30 milion euro për t'investuar, ti jo vetëm që je një burr i mirë, po je dhe një investitor serios që me ty mund bashkëpunohet. Nuk është ky debati sot. Apo varja, hajde. Jo, po pra se ky... Ta heqim titullin nga ekrani. Jo, ky është debati. Po s'është ky debati. Si ky është debati? Tani ky edhe më ashtu mua tani, kupton? Se unë drejtoj emisionin. Nuk është ky debati sot, janë të kishin apo të mirë muslimanë, kjo çmenduri që po bën ti më seve, kupton ku po e çon debatin? Ndërkohë që nuk shtrohet fare kjo pyetje. Ne po flasim për diferenca kulturore. Më fal, kulturore mes Shqipërisë dhe një klubi të krishterë. Nuk është thonjë se të krishterë. Kjo diferencë do na diferencoj, do na lërë jashtë. Jean Monnet ka thënë që është bashkim. Nuk ka asnjë po ka kaq kohë të muslimanët janë kështu. A jenë Terezia po jo? Kam kaq kohë që të nuk ka asnjë diferencë nuk ka. Pse vut kadriu me lekë palek? Asnjë diferencë. Asnjë diferencë. Asnjë diferencë. Asnjë diferencë. Asnjë diferencë. Asnjë. Gjeje.
Jo, mos e mbyll jo. Tani kujtova, 1 sekond, stop. Kush është ai? Shokujt. Lera masë nuk e kupton njerëz. U kënaqën sot në dritë. Unë them të vazhdojmë debat. Dgjoj, ju falenderoj shumë për gjitha marrëdhëniet. U kënaqa shumë sot. U futa pak në rol, bëra rrëmujaxhiun vet, sepse doja të provokoja debatin jo në studio, po poshtë në shoqëri. Pa fund debati. Do hyjmë tani të shohim se ç'bëhet në rrjetet sociale. Vetëm unë pas kam qenë pa rol sonte këtu. Edhe ti më për pse? Unë s'u futa në rol. Unë kur them që u futa në rol, ja futur unë në rol, jo juare. Jo, them vetëm unë pas kam qenë pa rol. Nuk ti kishe rol, pra. Ti e the trosh, pra. Ta sot historinë e prekëm edhe. Çani. Kalosit. Çani. Tani Më e di që thonë njerëzit vazhdo mos mbyllë emisionin, pati ora 1:30. tani ndiqeni debatin në rrjet në heshtje. Po jo, po prit njerë. Prit. Se e di unë atë, po ti do harrosh një detaj, po se thashum. Ajo di, kujton se harroj heshtjen unë. Është ere para Indritit. Mos harroj di që pas heshtjes plak, futet zakonisht pas i mbyllin e që mbyllin kote fundit, futet Samsoni, apo jo? Apo jo? Edhe la vita bella, po. Jo, s'është la vita kontinua. Prandaj. Jo, plak, jo. Ke këngën e famshme sot se është momenti nga debati. Tani u do bëj si sebi, do bëj shift, të papar. Provokim papar. Po, Ledio, po, ti e ke. Një këngë që nuk e ka dëgjuar njeri, ka rrezik vetëm Indriti e di. Tini Një ty. këngë brillante shqiptare, vlla. Si patriot shqiptar që jam, që do jap jetën për këtë vend, të mos për Kosovën. Ka rrezik kënga është kosovare. Jo? Nga dialekti duken kosovare ata. Është perl, Indrit. Ja u lët surpriza, ta shikoni? E ke Ledio? Dhe nga ndi plaf gucirë, zhaj, mund të kalosh. Patjetër, po. E ke, bravo, je madh. Nuk është me imazhe, është një foto dhe keni vetëm fjalët e këngës poshtë marsit. Do ndiheni, tani shiko, ata që janë mysliman të vërtet, që janë rikthyer fort në islam, që janë rikthyer që na, ata sigurisht mund të ndihen pak keq. Se shuj të rritë shumë Bajrami sot nuk u bët e Skënderbeu, ikën Kasapi, zvajnë të Kasapi, që i ka tmeruar ata. Skënderbeu ka vrarë Venecian të Arjan. Po ka vrarë dhe këta pra. Edhe për ta ka qenë Kasap. Jo këta, Turqit, jo këta. Po këta që luftonin bashkë me Turqit. Ku kanë luftuar këta me Turqit? Pa fund. Këta? Kush ta? Këta, Po jo këta, musliman. më pararë se këtyre më burë. S'kanë luftuar, pararësit e tyre kanë qenë me Skënderbeun. Urdho? Pararësit e këtyre që falen sot në shesh, kanë qenë me Skënderbeun. Po këtë do të thënë në fillim? Pararësit e këtyre që falen në shesh kanë qenë me Skënderbeun, jo me Turqit. Dhe tani E kemi gabim. Ore jam dakord, pa, dhe tani shkonin falen atje. Falen Zotit. Po pra. Skënderbeu ka luftuar shumë kundër otomanëve apo jo? Po pra, këta nuk janë otomanë, janë shqiptarë. Aha. Shqiptarët krishte, po, bravo. Qartë. Hajde të gënjejmë, vazhdojmë gënjejmë akoma. Jo gënjejmë, janë shqiptarë. Otomani, Allah dhe pikë. Kush janë otoman? Po, këtu në Prizren gjithandej. Tani, Asë Prizren, po, kjo është e vërteta. Vazhdoni hipokrizi. bëjmë debate... Roni në hipokrizi, vlla. Gjymnaz nuk duhet të vdisin hipokrizi. Tani, vlla, kulturalisht jo si e kanë emrin. Kulturalisht po flas. Erzat, vlla. Erzat është element shumë i rëndësishëm. Sa është? Lere tani, mos të lutem, mos më lere se jam mirë sot, jam politikisht mirë, të lutem Indrit. Tani, vlla, këtu te kjo, që të thoshe Ledio? Kënga pra, që është vetëm me tekst. Alp. Po, tani Indrit për herë të parë ta kemi në arkiv, vlla, se janë për arkiv të gjitha këto. Ne do të mbyllim sot emisionin me heshtje. Po pse me heshtje? Për fjalën e lirë? Fare, jo. Okej. Sepse heshtja Indrit, të lutem, dhe mos kërko debat gjithandej kur s'ka. Jo, okej. Flet më shumë pasere se fjalët. A, i ke vendosur si standard? Nuk filloj sot, jo. Okej. Bëhet çdo emision. Po me që ti e për herë të parë, dje bëri Sebi ishe shumë bukur dje në ashtu, Marsit vinte pak për qeshur, Flogertit më shumë, sot do jemi të gjithë, të shohim si do e... Se të lutem përqendrohu pak. Mbështetu që mos më... E mbyllim Ledio me heshtje. Dhe ti e di që heshtja nga ndonjëherë flet më shumë. Edhe me të zeza. Fillojmë Ledio.